Mirëmbrëma, do flasim prapë për historinë sot, por historia e cila lidhet me emra të përveçëm. Kemi një botim i cili hyndër ato botime të nivelit perëndimor, qoftë nga narrativa, qoftë nga strukturimi i librit, që bën fjalë për udhëheqësit e shtetit shqiptar, për presidentët e shtetit shqiptar. Ndoshta është herët, ndoshta është vonë. Neve në fakt shqiptarët këto pasionet i mbajmë shumë gjatë dhe ende dhe sot e kësaj dite neve akuzojmë Ahmet Zogun ose i thurim lavde Ahmet Zogut patentuar që t'i bëjmë një analizë të ftohtë, sepse fundit kanë kaluar 80 e sa vjet nga momenti që ai u largua nga Shqipëria. Një libër është ky i kolegut Roland Qafoku, një libër i cili është përpjekur të ruaj paanshmërinë, gjaftësinë, distancën me personazhet. Është libri 11 presidentët e Shqipërisë. Dhe për të folur rreth tij dhe rreth gjërave që nuk i dim, kam këtu kolegun tim Roland Qafoku. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit, është kënaqësi tani si për herë të jem në emisionin tënd dhe të falenderoj shumë për fjalët për librin. Unë e lexova, që të jemi sinqert siç e thashë më parë, nuk lexova jetën e Ilir Metës, sepse e njohim shumë mirë, nuk lexova jetën e Sali Berishës, megjithse aty është e mira ta lexojnë ata që nuk bëjnë zanatin ton, sepse shumë gjëra harrohen të këqijat, harrohen të mirat. Pra, përveç asaj të Ilir Metës që e kemi tazë, ndoshta nuk bëjnë keq që t'i lexojnë gjithë të tjerat. Do ta fillojmë nga ai që neve njohim si mbreti i shqiptarëve, por në fakt ka qenë dhe presidenti i parë i shqiptarëve, Ahmet Zogu. Në radhë parë unë duhet të falenderoj Henry Qilin dhe UET Press që bëri të mundur botimin e këtij libri, ti e the shumë mirë që janë shumë pak, por Henry Qili 2-3 vjet më parë këmbgulte janë pak, thoshte, por janë 100 vjet. Këta 11 president janë 100 vjet republik dhe i më shoh faktit të republikës, pra në 21 janar, se ky 21 janari e kemi tani do të 21 janari bëjmë të gjithë. Po jo, 21 janar 1920-ën Kongresi Lushis. 21 janar 1925-ën u shpall Republika për herë të parë. E ka shpallur Ahmet Zogu. Dhe pastaj 10 ditë më vonë, në 31 janar të 1925-s, ai u zgjodh presidenti i Republikës, presidenti i parë. Dhe Henry Qili këmbgulte, ore do ta bëjmë, thonë, ore po 11 janë, i thoshë, çfarë do bësh 11 se kryeministrat, okay, 33 etj. Jo, thoshë, është 100 vjet republik dhe ne duhet mësojmë, thoshë Henry, që duhet të respektojmë republikën, siç e bëjnë vendet perëndimore. Dhe kishte drejt. U dorëzova dhe pastaj po unë e falenderoj. Duhet themi për sa i përket Henrit, edhe unë dua të them dy fjalë. Është nga ata sipërmarrës të cilët ndër të rrallës që investojnë në fushën e dijes dhe duhet thënë që është edhe një sipërmarrës i cili investon për librat. Jo më kot është një ndër librat e Rudinës e ka investuar Henry Qili. Pra është një djalë ndaj të cilit besoj që shumë botues shqiptar duhet të jenë mirënjohës. Është një njerëz që investon. Dhe unë përfitoj nga rasti ta përshëndes. Më vjen mirë që ke të njëjtën mendim si mua, sepse njerëzit mund të bëjnë tulla dhe llaç, mund të bëjnë godina, por nëse nuk bën nga ato që bën Henry, pastaj këto mbeten. Gjëra thelbësore. Këto mbeten. Se është një sipërmarrës që investon në një akademi të çmendurish që dalin edhe e nxjerrin gjithë gjuhët e botës lidhur me gjuhën shqipe. Por nuk kemi që bëjmë, domethënë. Se unë kisha kujtuar që këto bëhen falat, por jo bëgan me pagesë. Atëherë, e fillojmë nga Ahmet Zogu. Ahmet Zogolli, si që pëlqen ta quajnë kundërshtarët e tija, por një personazh me dritë hije, apo jo Nante? Është themeluesi dhe varrëmisi i presidencës. Pse? Ai themeloi Republikën, themeloi presidencën dhe ishte republikë presidenciale. Shqipëria, kjo është fotoja tani, që është kartolinë, do të thënë, ai kishte vizionin, kishte dy shtylla kryesore. Një, vizioni që nga një Shqipëri e anarkisë, ai e stabilizoi. Ktu është merita e Ahmet Zogu dhe kjo nuk vjet në diskutim. E dyta, a e bëri këtë me metoda demokratike? Jo, nuk e bëri. Ahmet Zogu ishte një diktator. Por si duhet ishe në ato vite ku Shqipëria ishte rrumpall dhe me armë zgjidhej gjithçka dhe
qeverit... Me zotër lufte, bejler që ishin secili zot në teritorin e vetë. Qeverit binin si gjethet e vjeshtës, nga 20-a, deri në 25-ën, kur u kthye ky mbas asaj largimit të Norlit, se më largove me armë, tha, me armë të largova. Kështu ndodhi. Domethënë është ligji që është 2000 vjeçar, që është shkruar në Bibël, nga shpata kush me shpatë jeton, nga shpata do vdes. Nga shpata do vdesësh. Nëse ti me shpatë mbijetove, jetove. Kështu që Ahmetzogu ka një merit të jashtëzakonshëm. Por është edhe varrëmisi presidenti, se u shpall mbret. Pse u shpall mbret? Më rezulton tani që sepse Zogu do t'jap edhe me ca shifra, ndajti 3 vjet, 7 muaj, 1 ditë president. Të gjitha punët, ato që ne themi bëri këtë, vrau atë, etj, i ka bërë kur ishte president. Kur ishte ai president u vra Luigi Gurakuqi, firmtari i aktit të pavarësisë, madje mund të them i asaj të Ismail Qemalit, shkruesi, Zia Dibra, Bajram Curi. Po kaq, këta 3 personalitete, këta ishin kundërshtarët më të mëdhenj. Dhe ishte 29 vjeç kur u zgjodh. Tani e kupton tani 29 vjeç, ti dhe unë çka kemi bërë 29 vjeç? Jo, e kuptojmë se kemi pasur pandeli Majkon dhe i Dhe kur ishte vetë president, u bën atentate për ta vrarë, u vra komandanti i truprojve, Osman Bali, u vra, ishte komandanti i truprojve, dhe u vra 100 metra nga godinë e presidencës. Te uret e bagë. Mos u vra si hakmari për vrasjen e Avni Rustemit? Ai kishte shumë mëkate. Por fakti që u vra si komandanti i truprojve të presidentit Ahmetzogu, pa diskutim që lidhet me Ahmetzogun. Kjo nuk vjet diskutim. Osman Bali ka mëkate tjera dhe për vrasjen në Shkodër. Dihet kjo, ka tjera gjëra. Tani do thosha vetëm një moment se si u zgjodh president Ahmetzogu. Ai ishte vizionar, po ishte, thash, metodat i kishte. Unë libër kam, besoj, duhet ta kesh parë. Lev Sukachev ishte komandanti toger rus që drejtonte kompaninë e mercenarëve rusë. 108 mercenarë tani ishin. Dhe ai shkruan, kishin marrë urdhër që armët i mbushnim dhe i drejtuan drejt parlamentit. Ahmeti nuk ishte në seancë. Aty po votohej. Morëm urdhër që nëse nuk do zgjidhej Ahmetzogu president, do hapnim zjarr ndaj parlamentit. Por çfarë ndodhi? Na nxori një shami të bardhë, domethënë ai u zgjodh. I hoqëm armët nga ato fishekët nga armët, edhe kaq vazhduam jetën. Kush e propozoi, se kishin nga skraparja ata deputetët që propozuan? Është për mbreta. Është për mbreta. Pastaj kemi mëkate të tjera. Po, kjo ishte ajo që ndodhi. Pastaj ai bëri të tjera, çfarë bëri? Ai kodin civil, kodin penal që ne sot ja vlerësojmë, i ka bërë kur ishte president. Paktin me Italinë. Po, të gjitha të gjëra tani. Ai mbret. Jo, nuk e kam fiksuar kohën. Thjesht ai mbret përmirësoi veten e vet dhe shtetin. Por të gjitha këto ai bëri si lëvizjet revolucionare. Dhe ajo kryengritja e Dukajgjinit. Është bërë kur ishte ky, e shkatërroi ai. Dhe akti tjetër që është gjëja më e jashtëzakonshme, janë 2 takime masive mbasi u zgjodh president që takoi trupin diplomatik etj dhe pritja te fusha shallvareve aty ku është sot Tajvani dhe Parkurinia të përfaqësuese të gjithë fiseve të Shqipërisë, sidomos të Veriut. Dhe ishte një lloj pajtimi, do më jepni besën, ju jap besën që ne do bëjmë shtet. Dhe Qerme Vlora ka përshkruar. Shikoja me fytyra, thoshte, ata që çfarë nuk kishin bërë ndaj Ahmetzogut e takonin me një lloj përullësie, po edhe ai i takonte me një lloj përullësie dhe paturpësie. Të dy palët, thoshte, dhe e habitshme se si ata që kishin qenë armik për vdekje, i jepnin dorë njëri tjetrit. Landi, duke dashur të përqendrohem në fillim tek anën pozitive të këtyre presidenta, duhet të thënë që Ahmetzogu pati një lloj qasje pajtimtare me kundërshtarët e tij me kalimin e kohës. Kam parasysh këtu Avni Rustemin, ku i është paguar nga fondi veçantë i Ministrisë së Brendshme pensioni babait të tij. Gjithashtu, pra ka pasur gjithmonë një lloj qasjeje që mos i bënte armiq për vdekje, ata që dikur e kishin kundërshtuar. Në përgjithësi kështu ka qenë, po ka pasur edhe selektime. Ajo që mua më ka bërë më shumë përshtypje tani, gjithë kundërshtarët e tij që ishin fanolist, u bëri se ai shpalli amnistin, besoj kjo dihet.
u bëri një thirrje që hajdeni në Shqipëri. Jeni të falur, disa besonin, disa s'besonin, dhe çfarë bëri? U pagoi rrogën të gjithë ushtarakëve çka kishte. Edhe në kohën që kishin qenë Manoli. Dhe kohën që nuk ishin fare në Shqipëri, u ka paguar rrogën. Dhe ishte një ofertë e tillë, hajde punoni me mua. Një pjesë e tyre domethënë e kanë pranuar dhe vazhduan karrierën, jetën normalisht, dhe kjo domethënë është masive. Kishte nga ata që nuk pranuan edhe nuk besuan, si Riza Cerova fjala vjen. Dhe u bë armik i tij dhe dihet ajo që dihet. Deri në kryengritje të armatës. Ja dhan rrogat gjitha, ishte hajde këtu e thirrën do marrësh rrogat i thonë. Po këta që nuk pranuan, që ishin edhe këta, jo Bariomar e të tjerë që nuk pranuan, këta i kish dënuar ai apo nuk pranuan nga frika që do rikthehej? Nuk kishte askënd që nuk u dënua. Gjithë me gjykata u dënuan, por ky shpallai amnisti dhe u falën gjithë. Do thënë, kjo është Abia mua më ka bërë për Sulejman Delvini që ky nuk pranonte ta të kthehesh nuk donte që ai të kthehesh në Shqipëri dhe edhe pse ishte në sëmundje të keqe, ai e la të vdiste në Vlorë, nuk e lejoi të rrinte në Tiranë. Dhe ai vdiq në Vlorë. Kjo është vepër e këtij. Kishte një nuhatje që kush i bënte më shumë dëm, dhe për shembull Luigi Gurakuqin, ky e kishte frikë. Do thuash ti pyeste ai, ora nuk pyesën kuptimin e trimërisë, kështu ishte trim, po frikë në kuptimin sepse Luigi Gurakuqi ishte kapaciteti nivelit lartë, nuk ishte nga këta Hasan Prishtinën. E kishte frikë. Në të gjitha drejtimet, sepse ai ishte i pasur, ai ishte inteligjent, ai kishte autoritet dhe përfaqësonte Kosovën, që do të thënë ishte një personalitet për Kosovën. Dhe plus kësaj ishte një filantrop i jashtëzakonshëm, nuk ka pas Shqipëria filantrop në ato vitet 20-30. Ai paguante bursa për kush e di se sa të rinj shqiptar. Dhe një nga ata që e kishte, po themi Benjamin ose mund të themi edhe mentori, ishte Beqir Valteri. Do të jetë historia e tij. Ka ca foto Beqir Valteri se ai vdiste për dalë fotografi me Hasan Prishtinën, na thua sikur ishte krau djathtë i Hasan Prishtinën, në fakt nuk ishte ai krau djathtë. Do të thonë i qepe, ai i pagoi shkollën, se në fillim ja pagoja me zogat, po shkolla nuk ishte aq e thjeshtë. Dhe veprat që ka bërë Hasan Prishtina janë të jashtëzakonshme, nuk më del tani asnjë shqiptar për atë që ka bërë Hasan Prishtina. Dhe shtëpinë e tij pastaj në Selanik ja sekuestruan atë vilën e famshme, bën befotrofe, bën për fëmijët. Edhe është edhe sot vila dhe janë në gjyq pasardhësit e tij. Interesante. Në shtetin grek. Vim në momentin që kam idenë që Ahmet Zogu ka një kurbë të idealistit, të realistit dhe pastaj të mos përfillësit. Në përgjithësi kam idenë që kanë gjithë udhëheqësit shqiptarë këtë. Kanë një periudhë idealiste që mendojnë ta ndryshojnë Shqipërinë të bëjnë atë të famshme në inxhinieri sociale, pastaj kanë realizmin, e kuptojnë se çfarë brumi, çfarë mielli kanë në duar dhe çfarë buke mund të bëjnë, dhe pastaj vjen ajo periudha ku thonë brafshim veten, po rregulloj kalamajt e mia veten time apo krisi apo iki. Këtë të fundit ky se ka bërë. Kishte ato motrat, edhe nipin, se djalin ai nuk e shikojnë në pushtet, por inteligjenca e këtij njeriu tani është në kufit e pabesueshmërisë. Kishte një nuhatje politike të jashtëzakonshme. Kishte një nuhatje për të lexuar dhe mendimin e kundërshtarit dhe me atij që fliste. Rose Wider Lane, gazetare amerikane që e ka intervistuar, është ka intervistat më të bukura që ka dhënë ky dhe që e ka marrë ajo amerikane, i thot në një moment, tani që u bërë mbret, i thot, pse punon 20 orë? 20 orë. Ky dy gjëra kishte që Silvisi. 20 orë punë dhe 3 paketa cigare. Ke kryeministër, i tha, ke qeveri, pse punon, i tha, 20 orë? Dhe prisi tani ti thoshte që po këtë drejt tani do bëj qef. Zonjë, tha, ti nuk e di se çfarë do të thënë pushtet. Unë tani kuptoj këta pse punon, që Sali Berisha 20 orë, pse punon Edi Rama 20 orë, dhe pse fitojnë gjithmonë këta. Po, kjo është e vërtet. Dhe pse dhe ata si punë nanës që ja dorëzojnë pushtetin dorë, dorëzojnë si mall të falur nga babai. Me Italinë, domethënë, duhet parë që ky është një personazh shumë realist. Afroi me Jugosllavinë kur i duhej për të marrë pushteti, pastaj bënte sikur se njifte fare Jugosllavinë. Ajo është akt i jashtëzakonshëm. U lidh me Italinë, pastaj me grekët, pati pastaj një lloj marrëdhënie, pastaj e përzuri sikur s'donte të kishte të bënte fare me ta. Pra ka qenë një shumë politikan realist.
por me Italinë i hasi shara në gol, apo jo? Sepse Italia tani nuk ishte Jugoslavia, nuk ishte Mbretëria Kroato-Slovene, nuk ishte as Greqia. Italia ishte fuqia e dytë e boshit të keqes, mbas Hitlerit dhe Gjermanisë ishte Italia. Ishte një makineri e rëndë që betimi që bëri besoj ti e di, Benito Mussolini në një moment që ishte i nxehur, tha ti dërgoj një 5 milion italianun t'i vendos në Shqipëri dhe ta kolonizoj dhe ta bëj Itali dhe Shqipërinë. Por nuk e bëri atë gjë. Dhe Italia në glabëronte. Ç'a ishim? 800.000 banorë, se mos flasim sot themin e 800.000 banorë. Dhe pa ndonjë identitet... Po çfarë ishim ne asgjë, do të vetëm një grup shumë i kufizuar njerëz që ishin të arsimuar, të diplomuar, dhe pjesa tjetër ishte në zhytje në varfëri, ignorancë, pa dije, pa asnjë të mirë materiale, pa ushqim. Kështu ne ishim një popull që nuk e teproj të themi që në vitet 20 ne ishim një popull që ishim gati të barazoheshim me një vend afrikan. Nuk kishim. E vërtetë është. Pastaj vdekja e tij jashtë vendit ishte një le të themi një ndër traumat të cilat nuk i përjetoi asnjë mbas tij. Unë mendoj që ai plasi në Marazi. Domethënë, e kuptoj një mbret që nuk ase vinte me gjak mbretëror, parasisht rrejve që ai gjeti te Mamica e Skënderbeut edhe arriti feudal ishte. Jo, feudal ishte ai, edhe nga Jati dhe nga Jama, se nga Jama ishte toptar, ishte Tiranës. Edhe ishte maraz që e bëri që ai të sëmurej. Mi imagjinoni gjithat pushtet që kishe nga 39-a deri në 61-shin që vdiq, domethënë e kupton 22 vjet, domethënë ai gjithë fuqia sa ishte, pa 20 vjet ndonjë ai. 1920 plus 39. Duhet thënë që edhe trajtimi që i bën perëndimorët ishte një trajtim përbuzës, që nuk e meritonte, me thënë të drejtë. Jo, Britania e trashoi Britania. Pikërisht, është të anglezët e trajtuan në mënyrë shumë jo dinjitoze, megjithëse pritën gjithë ata mbretër që u larguan nga lufta e dytë botërore. Britania e trashoi me zonë. Dhe ironia ishte, besoj ti e di, që edhe makini që i fali, që i dhuroi për dasëm Hitleri një Ford seri Benz Mercedes, në oborrin ku rrinte ai në Londër, një nga ato bombat që bombardoi Londrën nga Gjermania, ra pikërisht te makina e tij dhe ja shkatërroi. Dhe ne kemi sot një cop llamarine nga ajo makinë që do ishte e jashtëzakonshme, të ishte diku në një muze. Kështu që Britania e trahtoi në të gjitha drejtimet Amezaut. Okej, kalojmë te një personazh i cili u bë i njohur vetëm kohët e fundit. Por është një personazh i cili ka nditur goxha në presidencë, dhe ka një jetë shumë të trazuar, duke kaluar nga një ekstrem në tjetër, nga fashist në komunist, nga përkrahasi pushtuesve në një njeri i cili firmoste pa dyshim ato që i jepte Enver Hoxha. Omer Nishani, presidenti i dytë i Republikës. Ka ndendur në detyrë 7 vjet, 6 muaj, 19 ditë. Tani, në fillim duhet të shtojmë që ishte fanolist. Pastaj ishte antizogist. Pastaj ishte fashist, po fashist, do të bënde kolona, aty kam shkrimin e tij te gazeta Tomorri, dhe pastaj u bë antifashist dhe komunist. Stalinist, më saktë. Stalinist, sepse fotoja ikon e ke dhe aty në libër, është ajo fotoja turshme, ullur në gjujnë, në sheshin Skënderbej, bashkë me Enver Hoxhën, që i betohen Stalinit? Që betohen, do thëmë betohen Stalinit. Ajo është fotoja turpit. Në një moment... Por duhet thënë që edhe e shkuar ati nuk ka qenë e keqe, duke llogaritur që jo, në një moment, tani, me Salinivicën. Po, në një moment, Shqipëria drejtohej nga presidenti i Presidiumit Kuvendit Popullor Omer Nishani, dhe, ja, ajo është aty, dhe kryeministri Enver Hoxha, të dy nga gjirokastra nga një lagje.
Do thënë, dhe kanë lexuar gjithë kujtimet e Enverit, do thënë se është e bukur tani të kthehesh tani librave të Enver Hoxhës, se si ai e përshkruan, do thënë se kishin tani aty këshurim binin tërë ata, se çfarë tani kështu funksionon Gjirokastra. Dhe i thrisej gjithmonë doktor Nishani, Enveri. Ai ishte u zgjodhi dhe kryetari i Këshillit Nacional Qëllimtar, dhe në 46 pasaj zgjodhi president të presidiumit Kuvendit Popullor. Mirë po, kishte një lloj ndërgjegjeve, kishte një nivel intelektual. Bashortja e tij ishte austriake dhe të dy kishin qenë student në Vjenë dhe ai ishte von Wohler, ata me von kanë një status tjetër. Pavarësisht se ka një kështu që origjina mund të ishte ebrej etj, po ata ishin fisnikësh. Ajo erdhi këtu dhe gjë e parë çfarë bëri? Zonja e parë, po themi, e para fare, emri Rosvita e përktheu nga gjermanishtja trëndafile në shqip. Dhe ajo e shkruan dhe trëndafile Nishani. Thua ti sikur ishte një katun, do të trëndafile është gjëja më e bukur, kupton ti çfarë ka bërë kjo. Por që jeta e tyre, do të thënë, përfundoi shumë keq. Pse u ndan land? Do me thënë, përveç asaj anës zyrtare si përfaqësore, pa dhe një arsye dhe fshet? Mua më del dhe më rezulton që ishte një presion i jashtëzakonshëm në vitet 50 që gratë e huaj, sidomos gratë e huaj i cilësonin të gjitha agjente. Rosvita jo vetëm nuk ishte e tillë, unë kam marrë dëshmi të njerëzve që e kanë njohur vetë personalisht, ruanin një konsiderat të jashtëzakonshme. Lexova, Avon Baçi kishte shkruar që u vunën presion, familja. Kanë qenë është rritur në familjen e këtyre, u vunën presion dhe presioni i parë më i madh ishte që ky firmosi ato dënimet me vdekje të bombës të 22 persona të bombës së ambasadës ruse. Dihet tani që të mos i kthehen asaj historie, ata u përshkatuan dhe pastaj u firma. Dhe ky nuk e përballoi këtë gjë, kaloi në dëshpërim. Mirë po tha Enveri, çka ka ai Omeri tha që po rri ashtu, tha i mërzitur, po sikur është penduar shoku Enveri, thotë, është penduar, thotë, edhe e shkarkoi. Kur e shkarkoi, ky kuptoi që mbas shkarkimit vinte arrestimi, sepse i kishin kaluar shokët e vet. Dhe në ato momente, në një moment dëshpërimi, ky vret veten. Kjo është e gjithë historia. Me 2 plumba. Me 2 plumba, ka një dyshim për vrasje, por nuk më rezulton tani dhe unë duhet të isha korrekt. Ajo që është për ta mbyllur këtë të Omer Nishanit është që edhe pse ishte divorcuar, Rosvita i shkoi në varri dhe i bëri gjitha nderet. Ajo ishte një besimtare e madhe dhe pas varrimit ishte një furtunë e madhe dhe ra një pemë në varrin e këtij dhe e shkatroi varrin. Dhe ajo lëshoi atë thënien lapidar që edhe mbas vdekjes është shpirti i shokëve të vrarë. Karma. Pet karma. Është e shoqja ku u diq pastaj? Ajo u largua, arriti të largohej, po 2 vjet e shketa nuk e shijoi atë largimin, fillimi në Itali, pastaj në Gjermani dhe mbas 2-3 vjetësh mezi mori lej nga Enver Hoxha që të largohej, se s'kishte asgjë këtu, fëmijë nuk ishin, se nuk lan pasardhës, dhe ka vdekur mbas 2 vjet e gjysmë diçka e tillë në Gjermani. Ka ndonjë lidhje këta me Bujan Nishanin? Fare, nuk ka lidhje. Është si për shembull fisi Hila apo fisi Qafoku që kur pastaj shpërndahen s'ka lidhje me njëri tjetrin. Janë nga njëjti vend, por nuk kanë lidhje. Nga Gjirokastra deri në Dukagjin ka me mbiemrin Hila, kështu që po pra, do të nuk qartë. Megjithatë, pastaj do vim në një ndër më jetë gjatët megjithatë po ta shikosh Omer Nishani edhe në fotot që unë prandaj do ta këshilloj edhe si libër për të bërë përputhjet kohore të këtyre njerëzve. Po ta shikosh në çastet vendimtare, Omer Nishani ky e ka gjithmonë në krah të vet, Enver Hoxha. Të gjitha fotot. Nuk ka foto 44 deri në, po themi 49, do të them 50 pa pasur Omer Nishani, sepse ai njëte dhe administrator, dhe kjo ishte, dhe thotë Enveri dhe në kujtimet. Prandaj e vuri atje se për t'u habitur në kujtimet e vet, atje ke cituar, këtu nuk e shan. E përmend që ecnim me atë të qeshurën e tij ku mbuse thoshte për Omer Nishanin. Pra nuk e shan, nuk siç Enver Hoxha e kishte zakonin shante të gjithë. Jo, kur ishte Enver Hoxha gjallë, i vun emrin në spitalit Omer Nishanit tani. Ose ndoshta po pas, nuk kemi sigurt për këtë. Po gjithsesi në gjitha kujtimet nuk e shan fare, doktor Nishani thoshe. Po kur bën ato mbledhjet e Këshillit Antifashist, ishin gjysmë ishin çobener atje në sallë, ai thoshte pushoni dhe ngritë zërin, Enveri në sallë,
do të po të thoshe ti dhe sytë e Enveri që pushoni mbylloj gojë se po bëjmë zgjedhjet këtu. Nuk ishte lehtë ajo. Apo jo, shoku Envera. Okej, vim një ndër personazhet enigmatik, do ta quaja unë. Gjithmonë, kur ishim në fakultet ekonomik, fakulteti jonë ekonomik ka qenë ku është juridiku sot, në mos gaboj, mbrapa Petroninit, dhe kur kalonim që shkonim në qytetin studenti, do kalonim te muret e vilës së Haxhilleshit, i cili ishte një njeri, me thënë të drejtën, unë në qofë se të gjithë ishin blok të rrethuar, Haxhiu jetonte në një vilë dhe nuk ka bën të syri tërë, mund të futesh kur doje brenda, se vetëm një ushtar të dera kishte. Pra, një personazh i cili vinte nga një familje shumë e pasur. Lidhet me Enver Hoxhën, nuk e kundërshton Enver Hoxhën, në qoftë se do bëja një krahasim, mund ta krahasoja vetëm me Molotovin, se Molotovi Stalini i dënoi gruan, djalin, por ai gjithmonë i qëndroi besnik dhe Stalini gjithkohën e mbajti ministër të jashtëm. Do të thënë, gjithë gjërat i bënden atë. Sa herë lexoj ose përmendet emri Haxhilleshit, mua ajo që më vjen në mendje është Molotovi. Me thënë të drejtën, le të thotë, gjithmonë linte ajo mënyra, nuk fliste, nuk bënte, po kishte një hije shumë fisnike kur e shikoja në televizor me ato flokët e bardhë me syrin e dëmtuar. Ti nuk e ke nuk e ke trajtuar me dashuri në libër, megjithëse ti ke qëndruar i ftohtë me të gjithë, por me këtë ke pasur, sidomos nga fundi, ke një lloj. Nuk ishte fuqi dhe a di çfarë më bëri përshtypje që ky vdiq në vitin 97 dhe vdiq me portretin Enver Hoxhës në dhomën e gjumit. Shiko, dua të bëj një diçka këtu. Unë zakonisht nuk prirem që t'i gjykoj keq besnikët. Është një dhunti shumë njerëzore besnikëria. Dhe mund të them që dy personazhe, ky një dhe Shefqet Peçi 2, patën një lloj burrie edhe në vdekje për atë sistem me të mirat me të këqijat e tij që i kishin shërbyer. Ndryshe nga Shefqet Peçi i internuan djalin këtij. Dhe edhe gruan e sulmuan, po internuan djalin kur ishte presidenti i Republikës, se ishte kryetari i presidiumit Kuvendit Popullor, ky ishte president. Atëherë, më fal tani, dashuria për fëmijën është shumë e lartë se sa besnikëria ndaj atij. Dhe unë këtu, do të thënë, jam tepër shumë. Dhe tjetra, okej, unë e vlerësoj atë që thua ti, dhe një krahasim që bën me Molotovin, por Haxhilleshi nuk se kishte formim, ishte i pa shkollë, ishte i pa edukuar dhe i pa arsimuar. Merita e tij ishte ajo që kishte në luftë dhe më njëherë mbas Taras Bulba e ka atë që i thotë unë ta vash jetën unë ta marr. Në mos gaboj, ka një ndër veprat e letërsisë ruse, Taras Bulba i thonë duke djalit, unë ta vash jetën, sepse djali e tratoj, unë ta marr, edhe vret djalin e vet. Kështu që historia është shumë e komplikuar, them unë, po. Ky meritën e ka për luftë, nuk i ulen meritat e Haxhilleshit për rezistencën që bëri. Ka shumë sulme edhe në këtë drejtim, sepse i dim tashmë dhe mbas 90-s që pse dhe si e sulmojnë, por ardhja e tij në Pezë dhe se aty e ka takuar Enverin për herë të parë. Dhe raportet e tij me Myslim Pezën janë bën të mundur krijimin e një lloj fronti, po themi, të dy personaliteteve të rezistencës. Dhe kur themi fjalën personalitete, nuk themi anëtar të Akademisë së Shkencave, se luftën nuk mund ta bëndin ata të penës dhe Mestan Ujaniku, Haxhilleshi dhe Myslim Peza nuk mund të ishin akademik dhe të luftonin, ata do luftonin. Personazhe të tillë, dhe ne themi sot që si ishte Haxhilleshi, si ishte Mestan Ujaniku, ne duhet t'i nderojmë dhe t'i respektojmë në jetëve atë që kanë bërë këta tre burra. Çfarë bën mas lufte? Po, ka mëkate, sepse ministri i brendshëm, ky ishte ministri i parë i brendshëm i Enver Hoxhës, aty filloi. Po bëri përshtypje ajo. Nuk e kisha fiksuar këtë që ky ka qenë ministri i parë i brendshëm. Dhe s'ka qenë për një muaj, ka qenë për 2 vjet. Jo, dhe gjithë ato spastrimet në atë kohë bën. Dhe ironia është që kur ky u bë president, domethënë kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, zëvendës presidenti ishte Myslim Peza. Kjo është më e bukur. Enver Hoxha i vari një dekorat në Gjoks, kur kishte ditëlindjen në 62-shin diçka të tillë, dhe i thotë ti do jesh presidenti përjetshëm, i thotë. Ky e mbylli, e fjeti mendin aty. Kur i thatë përjetshëm, është ajo ndjellja, ajo miklimi, domethënë, që edhe tha, unë tha Enver Hoxha. Sa la, 28 vjet.
Jo, ta them fiks, 29 vjet, 4 muaj 1 ditë. Po pra, po kam menduar që nuk mendoj që do jetonte sa zgaba, mendoj që do jetonte. Jetoj. Po pra, pikërisht pra, kur ju tha i përjetshëm, mendoj jeta mesatare 70 vjeç. Është i pari dhe i vetëm është dënuar me vdekje. Për genocid, pas rënies komunizmit. Po, dhe krime kundër njerëzimit. I pari dhe i vetë, gjykatë ushtarake. Pastaj u bë 5 vjet me lirim me kush, dihet historia, u futet edhe në grevurie. Po e nxorën nga grevurie, vajtën familjarët e nxorën, e pati një kështu, po u futën në grevurie. Po i vetmi i dënuar me vdekje. Shiko, Land, më bën përshtypje diçka, kanë qenë një grup personazh të cilët Enver Hoxha i kishte skalioni dytë, po që nuk i la kur, ky Muslim Pezën, dhe disa Spiro Kolekën, ishin të gjithë, domethënë nuk ishin të vijës së parë, po ishin njerëz të betuar në besnikërinë e tyre ndaj Hoxhës. Të lutem një foto aty se me të tregta Muslim Peza, Axhilleshi, Spiro Koleka. E ke fotoja. Si duket, jo, e kam parë këtu unë, por në ndërgjegja ma rikujtoj. Ja. Çfarë është çfarë foto? Dhe është çuditshme, kishte një përzgjedhje. Shiko, çfarë foto është kjo? Ulur atje me pra, ky është Muslim Peza, Axhilleshi, Spiro Koleka. Dhe është, shiko, ka pasur një lloj strategjie pushteti komunist, domethënë, kishte nga një përfaqësues nga treva. Sa fuqi kishin, pastaj është tjetër punë. Po ja, këta të tre përfaqësojnë Shqipërinë e Veriut, Shqipërinë e Mesme, Shqipërinë e Jugut. Shiko, unë mendoj tani që vlera më e madhe e tyre është ajo që bën në luftën e dytë botërore. Sepse ka një tendencë shikojnë për të zbehur kontributin dhe vlerën e atyre që rezistuan luftën e dytë botërore. Ne duhet të ndryshojmë edhe termat në fakt. Dhe këta ishin morën armët, rrokën armët, jo për të bërë komunist. Ne dim këtë tani. Nuk doli Axhilleshi dhe Muslim Peza për të bërë komunist. Ata e menduan që ata duhet luftojnë fashizmin edhe Mestan Ujaniku. Dhe dolën përpara se të bëjë Partia Komuniste. Dhe i themeluan çetat e tyre. Mua më rezulton që i pari është Mestan Ujaniku. Sa po doli nga burgu në 7 prill u hapën burgjet, siç në 97-ta, fiks ashtu nuk ka qenë 7 prilli 39-s, ai doli dhe kishte çetën e vet, krijoi çetën e vet. Fati i tij që baba Ali Tomori i tha, primordial i tha, dhe ai inspiroi. Primordial tha, ti e kaçak i tha, ke çetën tënde, por kemi një ushtri italiane tani për të luftuar. Dhe kjo është lidhja, se nuk kishin një ndërgjegje këta. Deri tani i tha, vovëm tashi do kthehem. Kaçak kishin ata, ne nuk mund ta them, por tani nuk mund ta bënte luftën. Kush do luftonte? Do luftonte Mustafa Kruja me armë në dorë, një intelektual, apo dhe intelektual të tjerë. Ja, këta burra e bën dhe ne duhet t'i nderojmë. Ajo tendenca sot që të zbejnë rezistencën e shqiptarëve në luftën e dytë botërore është gjëja më e keqe dhe gjëja më e ndyrë. Ne nuk duhet të ngatërrojmë pushtetin komunist, krimet e komunizmit me rezistencën e shqiptarëve dhe të këtyre burrave. Unë kështu e mendoj. Pa diskutim që jam në një mendje me ty dhe madje shpeshherë nga kjo marrim edhe damka të tjera, por Land doja 30 vjet president i këtij vendi, në fakt nuk ishte president, ishte kryetari i presidiumit. Po president. Pikërisht për të do të them diçka. Jo, të gjitha urimet e 28 nëntorit, se ne fes kishim 28 pavarësisht se festohesh 8 nëntorit që ishin këto, i vinin Axhilleshi. Ktu fillonte plasja atje e lartë. Kur i vinin këtij, për shembull, i vinin nga gjithë bota. E di, mbaj mend. Dhe paqe të tëra të zërit popullit. Po çfarë thua? Si vinin Enver Hoxhës? Nuk i vinin me çeu. I vinin këtij. Dhe ky ishte presidenti. E kishte emrin kryetari i presidiumit Kuvendit Popullor, sepse në mënyra e organizimit. Në presidiumin e Omenishanit, një nga antarët ishte Enver Hoxha, e di ti këtë? Po. E kam lexuar aty, antari i presidiumit Enver Hoxha, ishte edhe kryeminist dhe antari i presidiumit. Ai ishte president. Po i hante Enveri këto pastaj bëri ato përmbysje. Ja, po nuk kam idenë që e bëri për xhelozi, sepse që nuk e linte 30 vjet. Jo, nuk e kishte atë problem, por pastaj ka përzimin nga Axhilleshi te Ramiz Alia, i e ka bërë me një qëllim që unë jam i bindur për çfarë ka bërë. Ka qenë qëllimi që të bënte edhe, le themi, delegimin e pushtetit, ta mësonte Ramizin në fillim të manovronte shtetin, pastaj partinë? Unë mendoj që ai e bëri me një bindje të qartë që kur të mos ishte vetë, Shqipëria të drejtohej nga presidenti.
Dhe nuk ka arsye tjetër që ai Ramizit i dha detyrën e Axhilleshit, por ishte edhe sekretar i dytë, do të thënë mbas në aspekt në parti ishte i dyti. Do të thënë i dyti në parti, pra pas Enver Hoxhës, po me detyrën e presidentit. Dhe unë them që është tamam përgatitja. Se i shumë lehtë tani mund ta vinë edhe kryeministri Ramiz Alin. Pse nuk e vuri kryeministri Ramiz Alin? Jo, ai kishte iden që i dyti do ishte në këtë formë dhe do ishte president. Do bëj një kalim, domethënë. Kur e la presidencën 1982, Axhilleshi. Po, 21 nëntor 82-shin. Pak a shumë e ka lënë Mbas vdekjes me Mehmet. Një vit mbas vdekjes me 81-shin. Aty ishte riorganizimi komplet strukturës së shtetit dhe i partisë nga ana e Enver Hoxhës. Dhe kjo është, hoqi Axhiun dhe vendosi Ramizin. Ramizin 82-shin për ta ushtruar. Duket këtu që ka qenë një figurë që ka pasur peshën e vet, sidomos marrëdhëniet me jashtë, pritjet e personaliteteve, ky e bënte. Por gjithashtu, domethënë, a di çfarë bëri përshtypje që ky pas ka pritur edhe Deng Xiaopingin. Shiko, të gjitha Deng Xiaopingi pas ka qenë në Shqipëri, nuk e di atë. Të gjitha pritjet tani të nivelit të lartë, çuditërisht Enver Hoxha mbante Mehmetin, sepse krahu i djathit i tij, ne e dim tani që Mehmeti ishte i padukshëm në për kronika televizive, po mua më rezulton në gjitha fotot dhe veçanërisht në disa revista të guaj, thoshim ne, po ruse, kineze, dhe këto që i përkthenin në Shqipëri tani, sepse kishte disa revista që fjala vjen një revistë shqiptarja e re, që ishin me disa emra, kishte tani të përkthyera në gjuhë të ndryshme, në rusisht, në anglisht, në frëngjisht, edhe në kineshe për disa vite. Si shtu, për shumë që ka pritur që në lajnë, në Rinas, janë në Rinas. Në Kinës. Një figurë edhe kjo shumë e çuditshme e Kinës. Gjithashtu, më bëri përshtypje që kisha pritur edhe Deng Xiaopingin. Nuk e dija që Deng Xiaopingi pas ka qenë në Shqipëri. Pastaj kemi një kalim tek Ramiz Alia. Gjykimi... Ore, shiko, t'ju vën nga një notë këtyre, nga 1 në 10 Ahmet Zogun. Se këtë se ke bërë në libër. Nuk e kam bërë, sepse shumë e vështirë. Ahmet Zogu, për gjithë atë që ka treguar dhe vizionin e tij nga një shtet, nga një Shqipëri anarkike, gjitha në anarki, mjafton që ai e stabilizoi, ka meritën më të madhe për mendimin tim. Si president, them, notën 10. Është një gjë madhore, Shqipëria ishte rrumpallë, ishte luftë, ishte me armë, çdo gjë zgjidhej me armë. Ky e stabilizoi. Dhe nota ishte 10. Okay. Ahmet Zogu president, jo mbretë tjera. Sepse ata që na dëgjojnë e thonë i buri 10 Ahmet Zogu zogist etj. Ky ishte diktator. Deri në vitin Ky ishte diktator, nuk ishte demokrat. Nuk ishte as parti në parlament, por tani në një reportazh i gazetari anglez 1921-22 përshkruante Tiranën dhe në fund shkruante ka dhe parlament. Ironia angleze. Omer Elshani. E di unë që këtyre të komunizmit do t'i vëllë gjithë dhe 4, po nuk e di, nuk i vë do të notë, sepse i ka kaluar të gjitha fanolist, antizogist, fashist, antifashist, komunist, stalinist. Qa në dhe t'i vështi? Me gjitha dhe... Po si figurë intelektuale, pa diskutimi ishe lartë. Po tani kur i ka... Po një kombinimi këtyre, duke folur në kontekstin e kohës, duke pasur parasysh çfarë vështirësish kishte koha, dhe lanë duke pasur parasysh se shiko. Themi edhe neve që terrori komunist, vrasjet, një tjetër, mos harrojmë që vinin nga një periudhë lufte, armët kullonin gjak, deri në 46-ën edhe Italia ishte shumë problematike për të stabilizuar, madje dhe kur i bën atentatun, po lexoj një libër të Paolo Mielit, historian, ishte drejtori Corriere della Sera, dhe flet për momentin që i bën atentat Toljatit, bëhet fjalë për nga vitet 50, dhe ka pasur me dhjetra të vrarë dhe të plagosur në trazirat sociale që filluan. Dhe
pastaja frenimi i vrasjeve pa gjyq ka vazhduar ose vrasjet pa gjyq në Itali kanë vazhduar deri në 46, nga 46 u frenuan. Kështu që prandaj duke pasur parasysh megjithëse ky nuk ka ndonjë peshë të madhe, le të themi, për stabilizimin e vendit, por gjithsesi, një notë, kjo nuk do të thotë që unë po të hyj mikë, është notë mirë. Nuk e di, këta kanë firmosur vrasje. Do të në klasë? Kanë firmosur vrasje, do thënë më shumë vlerësoj Ramiz Alin. Një president firmosa dhe vrasje, është... Jo, vrasje politike, them, nuk e di, është... Do thënë, unë qoftë se do t'i vej një pesë vetëm për nivelin intelektual, sepse pjesa tjetër ai e ka thënë vetë. Do thënë, Apollon Baçe ka parë me sytë e tij, isha i vogël, i binte kokës me grushta, e thoshe bo ç'kam bërë, vajta në shtëpi, dhe i thash babait, babi pse Xhaxhi Omeri i binte kokës me grushta? Do thënë, tani kur ai e kupton vetë që ka bërë, ne nuk mund ta bëjmë më të mirë. Apo dhe Axhilleshi në 44-46. Se pasaj ishte thjesht një cep atje, ndërsa unë vlerësoj më shumë Ramiz Alin, që është presidenti 2 epoka. Do kalojmë, Axhilleshi çfarë na vëmë? Edhe ati vetëm për atë të luftës, meritën në luftë nuk mund t'ja mohosh këtij burri, nuk mund t'a hedhësh poshtë. Ka merit, ka luftuar dhe mjafton tani me kujtimet e misionarëve anglezë që ky ka bërë betejë kundër italianëve dhe gjermanëve, por sidomos kundër italianëve. Do të thënë është sot ne ka dhe një moment që e përmend ti në libër që ka dashur të bëjnë edhe reprezalje forcat partizane kundër popullisë së Dibrës dhe ky ka frenuar. Ky ka frenuar, është shumë e vërtetë dhe kjo, dhe në këtë pikë sulmoi shumë sot këtë kundërshtarët politik, kundërshtar. Tani unë nuk e di se si t'ja vë emrin, por ata ju futen edhe fisit. Megjithatë, shiko, dua të përmend diçka. Unë e kam pak të vështirë, ka ca vite që e kam pak të vështirë të jap gjykime të prera për historinë. Më ka bërë përshtypje fushata e tij elektorale në 91-shin. I veteranëve. Po. Se ishte kryetari i veteranëve. Dhe ishte forcë politike, domethënë ishte kur ju tha, ju bëni si të doni, tha. Po në dash votoni për mua dhe punoni tokat tuaja, ose ndash votoni për ata dhe punoni tokat e mia, sepse ky është shumë i pasur. Po të fitojnë të djathët, do më kthehen tokat mua dhe do filloni të punoni të tokat e mia. Prandaj tha, o votoni për mua dhe punoni tokat tuaja, që ishin përnda, ose votoni për ata dhe hajde të punoni tokat e mia. Vërtet është kjo, se dhe Uran Butka, kur mbajta fjalim u tha Ndibër, tha, edhe fillova tha, ç'a nuk puta për këtë doni gjitha. Se unë isha i pëdësta. Më filloj një dhëmball, tha, dhe vajta një dentista atje, tha, jo ishte njeriu i Axhilleshi, tha, mo që dhëmballën mua, tha, vajta prapë në sallën, tha. Ju këtu, tha, mjafton të bash i fjalim kundër Axhilleshi, tha, të shkulli dhe me dhëmballin, tha, qeshi gjithë salla që e ktheva një çik, tha, se me vërtet, tha, ishte problem, tha, Ndibër, tha, ka pasur mbështetje shumë të madhe, dhe kjo nuk vjen në diskutim. Kjo është e vërtet që ka pasur mbështetje të madhe dhe këtë e treguan edhe botimet e Dibrës atëherë, në thënë drejtën, dhe fakti që e shpallin qytetarë deri tregon që thellë Dibranët ja kanë harruar të keqen dhe i mbajnë mend të mirë. Dhe e kanë vlerësuar, besoj unë, e kanë vlerësuar vetëm për luftën. Për luftën. Po. Unë kështu e mendoj. Okej, kalojmë tek Ramiz Alia. Një figurë e cila është shumë afër për të dhënë gjykimin e historisë, mendoj, por është më i pranuar nga këta mbas 90-s. 9 vjet, 5 muaj, 18 ditë president, 2 herë, do të thënë sepse ishte i presidenti i komunizmit dhe presidenti i parë i një sistemi pluralist. Kjo duhet të themi. Është presidenti më i votuar, i zgjedhur me vota, se kanë bërë dhe votat, sa vota kanë marrë. Ky ka një 10 herë deputet i zgjedhur. Ka diçka themun që rekordin kush e mban? Axhilleshi 12 herë, 12 duhet ta kenë 12 herë, po. 12 herë e kanë fiksuar unë. Prandaj 12 herë. Prandaj është shumë e rëndësishme ta lexoni këtë libër. Keni kuriozitete, jo më kot edhe titulli i emisionit është. Ky burr firmon si pluralizëm. E ka marrë notën. Do të thënë, e kupton? Firmon si pluralizmin. Ky po të ishte një çmendur, një idiot, një kafsh, po të themi unë, e kishte bërë kasapang këtu. Se ne sot themi se ashtu erdhëm, si erdhi. Ne ishim të vegjël tani, mosha jonë, por ne dim se si ishte Shqipëria ime 110-s tani. Ky burr vendosi firmonsi dhe vendosi marrëdhënie me SBA-n. Ky me Britaninë. Dhe
merita e këtij, edhe pse shumë gjëra i bënte për gjysmë, dhe unë me shaka them ai Lul Basha këtij ngjanden këto gjërat, edhe e bënte, edhe se bënte. Po ky, po të ishte një i çmendur, ky mund ta bënte kasapan tani. Jo, ky është burr shteti nuk ishte, apo politikan i madh ishte. Po pra këtë po them. Po jo, po them që i ngjante në këtë aspekt që edhe e bënte dhe se bënte. Edhe keni drejtë edhe s'keni drejtë. Se kur takonte ekstremist keni drejtë thoshë. Partia më gjithë. Lam, duhet të bëm, ka nganjëherë nga këta që thonë për kurse bëm në 90-ën të merrnim pushkët ta bënim siç ja bën Çaushet. E kam dëgjuar këtë. Po prap, këta harrojnë që armët ishin nga krahu tjetër. Po jo, po kush ta bënte? Tani Sali Berisha ka një thënie lapidar, edhe duhet t'ja japim për merit. Ai ishte revolucioni i bijve kundër të etrave. Pa diskutim. Domethënë unë jam plotësisht i bindur që ishte kështu. Dhe unë mendoj që fraza që e qetësoi, sepse këta harrojnë që dyja palët ishin shqiptarë, nëse dikush do rrëmbente armët, pala tjetër nuk do rinte me duar në xhepa. Cila pjesë do merrte armët? Po pra sa armët ishin në duart e pjesës. Po kush? Si? Dhe kujt? Kundër kujt? Mendonin që ti merrnin armët kundër komunizmit, ti kishin pushkatuar. Më gjithmonë dëgjoj, ka dhe një histori që kanë bashkuar një herë në Greqi, një nga këta të përndjekurit e vjetër, edhe kishte prur 2 fijat me bagazh, kishte ca armë. Edhe kishte vajtur te BDA dhe tha tani tha, doktor tha të fillojmë revolucionin, i tha, ti marrim përpara. I tha, po mirë, ti ka 2 bagazhe me armë, i tha se e di që ata kanë depo të tëra me armë. Po sigurisht. Si do fillosh revolucionin, tha të bësh vrasje. Sigurisht. Dhe unë mendoj që një frazë tjetër lapidare e tij, e cila qetësoi shumë shpirtra e Sali Berishës, që pasë ja keq përdorin, të ka qenë bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës. Edhe për mua, ajo është nga thëniet më të sakta ti. Më të sakta është një thënie e cila qetësoi komunistët, mendoi që nuk do ketë reprezalje kundër tyre, dhe gjithashtu ju frenoi atë palës tjetër, i tha kujdes, i tha sepse të gjithë jemi me duar në... Kjo thënie është për një burr i shtetit. E burr i shtetit, e vërtet. Do ta themi këtë. Ramiz Alia pati dhe një gjë, kur ishte ky president u arrestua Nexhmi Hoxha, se është harruar kjo. Dhe mbasi la presidencën u arrestua dhe vet. Por ishte Nexhmia u arrestua kur ishte ky president. I zgjedhur president, jo kryetari i presidiumit, jo, po president. Dhe ajo pasaj është histori tjetër. Ka qenë një arrestim të pak në informacionin që kam që nuk është bërë me dëshirën e Ramiz Alis. Ka qenë një presion i jashtëzakonshëm i huaj. Të më fal dëshirën e Sali Berishës. Më vonë Sali Berisha i bëri gjitha për politikë. Tashti Sali Berisha është njëri që s'ka më parime në këtë drejtim, por dikur kishte ca dhe ka qenë një presion i huaj shumë i madh për ta arrestuar Ramiz Alin. Land, kemi një qëndrim të këtia pa diskutim që është presidenca është ndër pikat më... Më falë, nga Ramiz Alia e këtej i kam intervistuar të gjithë, përveç Bajram Begajt, a i ka dhënë vetëm 5 intervista Bajram Begaj, unë nuk jam një nga ta 5, po të gjithë nga Ramiz Alia i kam intervistuar. S'ke humbur në gjithë madhe. Do ke shkote, intervistosh. Po nuk ka qatë të tonë në gjithë madhe. Mendoj që të gjithë këta që i kenë intervistuar kanë qenë pa dyshim politikan pikant. Përshtypja për Ramiz Alin. I pa depërtueshëm dhe më hapiste tani se si në atë moshë madhore, në vitin 2006 e kam intervistuar në shtëpinë e tij aty te Ujvara, besoj e ke parasysh, katin e dytë, kishte një zell për teknologji që më hapiste. Dhe thosha, kur ti e mund, thosha unë, ky për shkak të 80 ca vjeç në atë kohë, kompjuteri çdo gjë shkon në kompjuter në aty. Si e them, tha, ta ke shkuar aty. Wow, thash. Unë kryeredaktor gazete. Do të kisha shkruar më të marr një intervistë. Dhe më tregoi edhe studion e tij me libra, autori i preferuar, Ismail Kadare. Vjet në diskutim, tha mua. Kishte një kulturë të jashtëzakonshme. Po. Çfarë thon? Rezulton tek këta. I ditur, i formuar, sigurisht nga arsimimi i tij në Moskë, 2 herë i arsimuar atje etj, por i informuar jo vetëm për pjesën komuniste. Jo si një se ai ishte ideologu më i mirë i atij sistemi pas Enver Hoxhës, por ai kishte një uri për botën mbar, nuk kishte Ramiz Alia një gjë që nuk e dinte. Domethënë kjo më la përshtypje të madhe. Një të shumir median më habiste
me mënyrë, do të thënë, se njëjtë ai gazetën. Do të thënë, ato të teknologjisë së re, ai dinte më si ne, dhe kjo më habiste. Ngjarje ndërkombëtare në atë moshë ndiqte, ai thoshte presidenti filan, kryeministri filan. Aty nuk kishte thjesht një pensionim rrinë cep atje. Sigurisht këtu në Shqipëri e njëte shumë më mirë dhe kishte informacion të jashtëzakonshëm, nuk ishte indiferent edhe pse kishte atë moshë. Dhe për mua më ka lënë një përshtypje mirësjellshëm, me shumë edukat, me shumë mirësjellje, as pak prepotent. Po. Dhe të kishte bezdi. Do të thënë absolutisht. Merrte tabakan, foli për Enver Hoxhën? Po patjetër, si për Enver Hoxhën thoshte. Kishte ndonjë vërejtje? Nuk e thoshe kështu, ka bërë dhe gabime, këtu mbesete. Ka bërë dhe gabime. Po mendoj që ka qenë njeriu që a e di çfarë më ka bërë përshtypje Land që Enver Hoxha la, duke qenë një tosk, 24 karas, la një pasardhës nga veriu, në mënyrë që mos krijonte çarje. Sepse kam idenë që po tinte një pasardhës tosk tjetër, veriu do ndjehej shumë i persekutuar. Mos harrojmë që ka qenë një ndarje e hershme. Ramizi ishte tiranizuar ti. Do të thënë, edhe kjo. 8 vjeç erdhin ti. Edhe kjo bën. Jo, edhe kjo mendoj që bën pjesë te përzgjedhja e tij për Ramizin. Dhe në luftë ai ka jetuar në Berat dhe në Skrapar. Ai ka qenë në Berat, kjo është habia më e madhe e jetës. Dakor, po kishte karakteristika shumë të paktën me sa më rezulton mua. Nuk kishte një shkodrani asimiluar. Ka lindur në shtëpinë e Osokukës, ë? E di. Ka një histori shumë interesante. Ky është shkodran. Ka një kështu që origjinë e tij nga Malezia etj. Një vet ai nga Kosova sa po. Vet ai e shpjegon këtë gjë. Po mos harrojmë që ishte 21 vjeç, komisar. Po çfarë thua? Po pra që ishte bërë nëpërmjet në një kohë shumë të vështirë, se ishin kohë lufte. Unë në fakt e kam takuar 2 herë. E ke takuar? Po, 2 herë, të pi kafe me të pikërisht aty te Ujvara. Aty te shtëpia. Te shtëpia e tij. Kam takuar, isha edhe me tjerë me një kolegun ton, gazetar, ishte aty, që kishte redaksinë e gazetës aty afër, dhe padyshim një ndjekës shumë i, domethënë unë në atë kohë kam qenë një personazh shumë sekondar i medias dhe punoja akoma në Ministrinë e Jashtme, unë shkruaja shumë diplomaci dhe për politikën e jashtme, dhe ai ishte informuar, unë shkova rastësisht, ai ishte informuar se kush isha, si isha, pse isha, një kohë që ai nuk e dinte sepse unë shkova rastësisht. I pash aty dhe shkova, nuk është se as më kishte thirrur as hera e parë, pastaj hera e dytë, por e kam fjalën që imagjino një personal në pension i cili ndjek, një që shkruan në një gazetë, shkruajt e Shqipi atëherë, për të interesohesh se ku punon, për çfarë temash, si qysh tek. E habitshme, më ka habitur. Më ka habitur sinqerisht dhe mbaj mend që atëherë bëheshin edhe zgjedhjet për bashki. Gjithsesi mendoj që nuk e meritonte burgun. Absolutisht. Do të kjo është, unë kam thënë dhe shkruar dhe te historia 33 kryeministrave. Është i mallkuar ai që merret me politikë në Shqipëri. Rregulli e ka thënë një nga klerikët më të njohur në Shqipëri që ti je politikan në Shqipëri, një kënd duhet ta kesh në Varr, një në Burg. Shumë e vërtetë. Edhe kjo foto e gjyqit, një foto e... Ky shfirmon si pluralizmin? Dhe më bëri përshtypje, kur ecja e tij mbi mushk. Kjo është një foto shumë e bukur. E di ku po shkojnë aty? Në helmën së Skraparit bëshin ato përvjetoret, dhe do shkonte edhe sekretari i parë, edhe marrë një mushk. E ka bërë atë foto Ilir Malindi nga Durrësi, nga Skrapari, po që rri në Durrës, dhe e ka bërë atë foto. Dhe ai i për mushk. Po. Për të shkuar në helmës. Interesante. Atëherë, kalojmë në një personazh i cili ti i ka thënë një përkufizim shumë bukur, të guximshëm, antikomunisti që u bë autokrat. Sali Berisha, kryeveprën e tij në politikë ka 8 vitet e të qenit kryeministër. Si president, ai e ka
pohuar dhe vetë, dhe nuk është nevojë që unë të përsëris në libër ato që ai ka pohuar vetë. Në këtë drejtim unë kam qenë i lehtësuar, por merita e tij më e madhe në gjithë karrierën politike ishte ndikimi dhe gjithë kontributi i tij në lëvizjen e dhjetorit. Sigurisht që ka gjëra shumë të diskutueshme, absolutisht po. Por Sali Berisha ka një këmbgulje dhe një vullnet që nuk e ka kush. E di çfarë tha një personazh ka bërë përshtypje i këtyre lëvizjeve të dhjetorit, i cili bëri një gjykim shumë të ftohtë të tij. Tha, e meriton të tha, neve s'merrnin vesh fare nga politika, si bëshin partitë. Dhe këtë po ta thot Dritan Gila, i cili hyj te njerëzit që se kam qef. Jo, kritikët më të mëdhenj Sali Berishës. Po. Dhe tha, ishte normale që do ta merrte. Ai tha, ne nuk e njihnim fare si funksiononte partia, ai e dinte si funksiononte partia, ishte më i zoti nga ne. Do ta merrte. Tani mua më ka bërë përshtypje, sepse unë në libër nuk e kam, do të thënë, jam munduar të jem i ftohtë. Mua më ka bërë përshtypje intervista e tij e dhënë për Pret Zogaj në revistën Speker, e kam aty, 4-5 pyetje, sa ishte zgjedhur president. Dhe në 1992, në 4 prill diçka ti plus minus data, ti jepi një intervistë dhe të thoshe, një nga qëllimet kryesore të karrierës time dhe si president do jetë çështja e Kosovës. Tani më fal tani. Duhet të kesh disa njohuri që si kanë të tjerët. Dhe jo vetëm këtë e bëri, po kur vajti ai një nga avantazhet ose po themi bilancet e tij më të mirë është 2 vizitat e tij në Shtëpinë e Bardhë, që këtu ti je diplomat dhe e di shumë mirë nga unë, që është pritur nga George H. Bush dhe pastaj Bill Clinton, edhe me ceremoni të veçantë. Është i vetmi, na pëlqen, është i vetmi që ka bërë vizitë zyrtare. Po pra, këtë po them. Ka bërë. 2. Jo, vetëm me George Bushin, është atje te Oxhaku, quhet vizitë zyrtare. Po se te Oxhaku dhe vuri hartën dhe tha, këtu është Kosova. Tani, më falë, këtu janë cilësi të veçanta, nuk janë të zakonshme. Pastaj, nga 90 Dhe duhet shkojë diçka. E vërteta është që shërbimi i jashtëm diplomatik në atë kohë, me mangësitë të tjera që kisha më ashtu. Jo, nuk e kam te riorganizimi, se për sa i përket ky administratës, ky me 24 njëshin i vuri spatën, por edhe këtu dua të bëj prapë një ndërhyrje revolucionare, nuk ka qenë fajtia komplet, ka qenë një kërkesë që vinte nga jashtë. E jashtë? Nga jashtë. Duhet ta bësh spastrimin, më thanë jo sot. Por shërbimi i jashtëm u vu në funksion çështjes së Kosovës. Po. Jo është vërtet. Kontrabanda e naftës, zgjedhjet e 26 majit, kriza me marrëdhëniet greke, kriza me marrëdhëniet me SBA-n. Do të thonë, unë kam lexuar dokumentin që vajti Rerson në Ministrinë e Jashtme, takoi Erian Starohom, zëvendësministri, i tha, në qoftë se ju nuk do ta ndërprisni, presidenti Clinton do bëj deklaratë dhe rrezikojnë marrëdhëniet tona. Se ajo dosja gjyqin e të pesë. Jo, për kontrabandën e naftës. Për kontrabandën. Sepse Rerson me vetëm timon kishte vajtur në han të hotit dhe shikonte kur kishte parë tubin atje që nga liqeni dhe kalonte Matan, aty kishte thënë ja stop deri këtu dhe i kishte dhënë një informacion që i kishin vënë ca doganier amerikan që do të thënë që quheshin TOKB-s dhe i ngre tabelën një shoferi me botën, një shqiptar, shkodran, dhe i ngre tabelën, era mbushu i thot ai, amerikanit. Dhe këtu thas marrësh vizë kuqe. Dhe këtu tani Berisha në intervistë mua më ka thënë që e ka bërë për çështjen e Kosovës. Është çështje tjetër. 26 maj. Skemat piramidale. Unë kam qenë në shkollë. Po e di do. E di për çfarë është bërë? Është bërë sa nëse do bëja kontrabandë, Shkodra do vdiste për bukë. Një pjesë e madhe e asaj kontrabande është ushqyer gjithë Malësia e Madhe dhe Shkodra. Kanë qenë me vjetra, me qindra, makinat që shkonin me serbator të dyfishuar, me bidona, që shkonin. Për ndryshe, familje do vdisin aty. A që kaloj në mënyrë industriale pastaj me këto tubat e më të thash, aty u qel muhabeti. Do lihesh kontrolli. Pastaj kjo e bërë për Kosovën këta profkat e dhe marsin në feshtatës pastaj është të vazhduar se s'ka si do ta trajtosh. Zoti Berisha e ka thënë vetë këtë, nuk është se është fajti i tmerrshëm pa. Është një gjë, ajo marsi në feshtatës tani është gunga në trupin e Shqipërisë. Do na ndjek në jetë. E kam thonë dhe unë këtë, do jetë, nuk do na harohet, sa herë do flasin
për aftësitë tona shtetformuese do na nxirret përpara 97. Sigurisht, ne kemi përjetuar 97. U dosh gazeta Koha Jon. Si do ta shkruaj unë? Megjithatë, Land ti vure periudhën e tij si kryeministër, megjithëse në periudhën si kryeministër ka 21 janarin. Jo, 2005-2007 e gjysmë, të gjitha parametrat të dhënat më rezultojnë që është një nga qeveritë me bilancin më të mirë. Dhe kjo nuk është fakti im, janë fakte. 2005-2007 e gjysmë. Ndërsa unë do t'i vija notën më të mirë periudhën president 92 pas referendum 94. Do thënë 92-94. Po. Sepse ka transformim më të madh që pësoi Shqipëria. Do për ta banalizuar. Revolucion ligje në. Po jo, pa ato shtëpi që u morën. Që bën pronar shqiptar të apartamenteve. Në ato botën. Po. Edhe referendumi, votimi fundit I lirë I shqiptarëve dhe I pa manipuluar, me thënë të drejtën. Po, dhe Ramiz Alia ka bërë zgjedhjet më të rregullt. Më të mirë, po. Po shiko, këtë ma ka thënë një personazh politik, kastriot islami, gjithmonë kur do të humbësh, bëhen zgjedhjet më të mira. Sepse nuk I vjen kur do të humbësh, je në pushtet. Jo, dhe s'dinin ata. Ja, edhe s'dinin. Po, edhe pastaj bën sallar ata. Megjithatë, 94 si referendum, po ti ishte futur mekanizmi të manipulimit të zgjedhjeve mund t'ja dilte. Landi, kemi hyrë në fazën e presidentëve që pak a shumë I njohim. Te Sali Berisha mund t'i kemi harruar ca gjëra, por ama mjafton të rikujtohen sepse shumë sekrete nuk na kanë mbetur nga Tani 97 kur erdhe këtu trupat paqërvojtëse. Është një dramë që më vonë 72 orë ka qenë I rrethuar presidencë në mars 97-s. 72 orë. Dhe shkoi atje edhe zonja Liri Berisha, I besnikëria zakonshme, ai e pranoi se çoi ushqime dhe shkoi në shtëpi. Ka shkuar vetëm në shtëpi, ka qëndruar vetëm natën në shtëpi, se fëmijët kishin fëmijë të vegjël, do ta kuptojmë. Dhe një plumë vajti, plumë nga ato plumbat e të shmendur, vajti dhe qëndroi te krevati, përfundoi te krevati I mbesës. Vogël. Mbesa nuk ishte aty se ikën ata në Itali. Do ta kuptonte si ka qenë Shqipëria. 72 orë. Ne sot mund të fantazojmë, do të mund të themi çfarë. Janë gazetarët e mi që nuk e dinë. Janë të rinj. Sa kishin lindur ose kanë lindur mbrapa. Dhe ne gazetarët e Kosovës pastaj mbas kësaj, do të unë kam kujtime të mërshme. Nuk duhet të kujtoj ndonjëherë. Gjën e ka thënë njeriu I cili ndoshta nuk e besojmë që mund t'ia thosë se ka marrë edhe Damkën si sponsorit në Departamentin e Shtetit. Lesbi Beraj në librin e tij ka thënë mbas 97-s PD-ja duhet të ishte zhdukur nga skena politike. Dhe vërtet kështu është. Është mëkat I madh, është gunga gunga në trupin ton. Tani hajde ta gjejmë atë. Por te Recep nga intervista. Në cilë intervistë? Nga intervista. Nga Berisha? Nga Berisha. Unë them që është I ka marrë një deklarat, ai gjithmonë jep lajm. Nuk ka intervistë Berishës është nga më të mirat. Dhe mund t'japi 10-20 lajme. Por them që deklarata më e bujshme e tij në atë intervistë dhe që është referencë dhe unë vetë I referojmë asaj që e ka marrë vetë, është që I kam bërë zoti president, sepse unë për atë e pyesja, Shesheli në Parlamentin serb I është drejtuar Milošević I ka thënë ku shkuan $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë 91-92 ato. Dhe ai çoi thotë ja ku kanë shkuar thotë. Shqipëria thotë është shkatruar, kanë shkatruar dhe furrat e bukës. Dhe zoti Berisha I them unë. Do të thënë ç'është ishte kjo? Kishit ju informacion të tjerë? Po tha, kjo është e vërtetë. Dhe ne tha me shërbime sekrete tha dhe pranoi që kështu ka ndodhur. Janë bërë hetime, janë arrestuar edhe njerëz, por 92-94 tani ku kishte media atëherë. Dhe ne s'dinim asgjë. Dhe zoti Berisha këtë ka pranuar që është vepër e shërbimit sekret serb. Në intervista me të çfarë përshtypje ka lënë? Berisha është një njeri shumë korrekt. Nuk bëhet fjalë thot Berisha për shembull në këto orë dhe të vi si ndonjë që e dim ti dhe unë, të vi një 10 minuta, 20 minuta me vonesë. Nuk e ka fare problem se çfarë pyetje I bën fare.
është njëri që t'jep shumë lajme dhe të reja, ka një artikulim, dhe këtë duhet thosha që një nga gjërat më të bukura që ka aty te Recep Mejdani është revista Shkenca dhe Jeta e fund viteve 80, kolegjiumi redaksisë Sali Berisha Recep Mejdani. Siç është renditja e presidentëve, Sali Berisha Recep Mejdani. Ti besoj e lexoja atë revistë atëherë. Madje i mbaj mend edhe se unë kam arkiv. Zëvendës kryeredaktorin ka qenë Luan Dibra, babai i Alban Dibrës, kardiologu të famshëm, i cili në fakt ai ishte truri i revistës. Se ishte një revistë shkencore që ti mos kuptoj gjë. Ai ishte revistë e lirë, ishte demokratike. Madje te kjo mbaj mend që në atë kohë u lajmërua që edhe Sali Berisha është zgjedhur një ndër 10 antarët e komisionit, nuk e di çfarë ishte për kardiologjinë. Po. Në këtë nuk e kam fiksuar, po ishte fotoja e tij. Po, ke një libër aty të librat e Berishës. Po, edhe po mbaj mend, e kam pasur koleksion, kam pasur revistën Shkenca dhe Jeta dhe Hostenin. Dhe Hostenin. Deri vonë. Ka qenë me Niko Nikollën, dhe me këto karikaturat e Ber Kapelgjiut. Po të gjithë aty ke pasur, domethënë, kanë qenë me gjithmonë vatra të përhapjes së dijes, po edhe të kulturës. Unë për shembull, me thënë të drejtën, shumë gjëra para Amerikën i merrja vesh nga fejtonet e Ymer Minxhozit, i cili arrinte dhe i rrëshqiste gjëra duke bërë sikur talli me to. Ose Ymer Minxhozi është, njerëzit e kanë harruar, po ka qenë është babai Skënder Minxhozit, për shikuesit se për ty e di që e di. Dhe ka qenë një ndër fejtonistët më të mirë që ka pasur Shqipëria. Madje librat e tij unë i kam pasur në shtëpi, sot tash janë të shtëpia e nënës. Nëse kalojmë te tjetri, Recep Mejdani, një ende aktiv në politik, nga që i njohim, duhet i kalojmë pak në mënyrë telegrafike se u zgjatëm shumë. Biseda është interesante, po s'dia kanë nervat na ndjekin ata që na kur çdo socialist i kupolës së qeverisë së asaj kohe u akuzua për korrupsion, ky burr nuk u akuzua për qoftë edhe 100 darkë. Dhe kjo është merit në ato vite. Nga marsi 97-s, nga presidenca e Sali Berishës e Recep Mejdani, ishte një kapërcim shumë i madh, dhe profesori, se ne vazhdojmë të i themi akoma profesori, ka një merit të jashtëzakonshëm. Ora 14 shtator, se kam qenë aty, Shqipëria nuk është shtet, se kujtoj në marsin 97-s, po një vit kaloi. Një vit e pak muaj. Dhe do nuk e jo këta të rinë nuk e din tani, po edhe ne e kemi harruar. U dojsh kryeministria, u dojsh në gjitha ministrit. Dhe kur tha ai pari turmës, me antitank ai tha drejt Koson, do dhe aty tani, aty ra automati tani. Te gazeta ku ajon, kishte këta që rinin paradite, Kadri Vokopola bënde fjalë kryqin, do dhe këta të reklamave, dhe ishte dhe Radio Koa. Atje pasaj, do dhe ne s'kishme qamë, se s'kishe celular, ore ikni, se do vindu djegin. Do e kupton dhe të qarë situatë? Një herë kishte të provuar djegin. Ky burr, po jo, pasaj ishte kështu pasaj. Ky burr arriti të bënda atë që një, qëndroi aty dhe nuk iku, Fatozano iku. 2, bënde thirrje për ulje dhe i vetmi njeri me cilën komunikonin edhe ndërkombëtarët. S'kishte Shqipëria. Vetëm ky burr dhe ka një merit të jashtëzakonshme. Unë e quaj edhe të parakoshëm, si Fanoli, se me atë qetësinë e tij, do thënë Zoti Mejdani, do thënë Land, mos i hyri një qef që të bëjë edhe një herë të dytë president. Pa diskutim që donte të herën e dytë dhe e meritonte të ishte herën e dytë. Po ta zëm kështu. Po jo të mos ishte Mojsiu, se Mojsiu për mua është presidenti më i mirë, unë nuk e di, mund ta teproj me këtë dhe e mbaj këtë qendrim, sepse presidenti konsensual i zgjedhur me konsensus që u sulmua dhe i vetmi dhe u sulmua më shumë nga gjithë nga ata që zgjodhen si konsensual. A e kupton? Sali Berishës nga 1 në 10, çfarë note? Ua, është vështirë, shumë e vështirë. Si president është shumë e vështirë. Si kryeminist se kisha probleme, vija nota sepse thash, po si president bëri gjëra të mëdha në 92, 94, po kur kujtoj 97, tani kemi qenë këtu më, do dhe nuk e di, sepse kishe mundësi që ta shmangte në 97. Në 2 mars u zgjodh president. Do të thënë, në qoftë se Ramiz Alis
Ore Ramizalin, që anote i përnë burë? Po ne thamë në mes, atje ku ishte ai 7, thashë. 7, Atje në mes, as 4, as 10. Po edhe unë, mendoj, pa 97-ën, diku të 7-8 është edhe Berisha, pa 97-ën. Po 97-a më ullë automatin tani, se kam qenë gazetarë aty tani, e kuptonit që kam parë. Si kryeministër? Si kryeministër, pa diskutim, thash, 2005-2007 e gjysëm, Sali Berisha ka bilanci më të mirë në historinë e kryeministëve pas... Pasaj gërdesit dhe 21 janar. Ato pasaj e fundosën fare, por ai ka antarësimin e Shqipërisë në NATO, le që thonë, po, dakord, donte Amerika, donte. Shiko, Land, me që kam qenë brënda në të ko, unë do t'jep një merit për heqjen e vizave. Po tjetër. Jo për NATO-n. Tani, dhe kjo e NATO, shiko, kjo është një diskutim tjetër. O tani, ti e di qa kriteresh kishte Greqia në 81 që u pranua në BE? 4. Që sot talëm që ato. Dhe janë rrethana, që ne si kemi ne ato ndorë. NATO-ja ishte një roadmap prej 10 pikash, të cilat 5 e kishin bërë socialistët. Dhe ishte, siç ndodhi më vonë që nuk u panë shumë kriteret, po Amerika donte të na fusën. Ndërsa për vizat mendoj që ka merit, pa diskutim. Vuri administratën në punë, orientoi, mirë keq i bënin si e bënin, por ja dolën që të merrte miratimin për heqjen e vizave. Unë aty i lë merit. Pastaj për NATO-n jo. NATO-ja ishte një vizion geopolitik i amerikanëve. Dhe do thoshen që ky do me thënë herë merr një shfare, po pastaj bëri gërdecin, i të mërshëm ishte 21 janari. Se 21 janari kishe vetëm gërdecin, mund të ka përcej. Po, edhe e ka përceja gërdecin. Po me 21 janari pastaj... 21 janari ishte, do më thënë, i vuri flakën që dhe në 97-a nuk ishte rastësi. Unë them që mund të shmange, kishe shumë mundësi të shmange dhe ishte e parësyshme ajo batare armësh në momentin që kishin ikur. Se unë kam qenë në transmetim dhe isha drejtor i informacion dhe Ora News dhe ndiqja gjithë operacionin. Por tani kur ishte një moment që pak thuhet sot dhe i detyrohem që t'ia them atij gazetarit Elton Qyno, që ai s'është në gazetari më tani, por unë kam pasur dhe student dhe duhet të jetë jashtë, që duke transmetuar live, kishte mbaruar gjithçka, kishte mbaruar, ai po fliste live. Ose ke për Fatos Mahmutaj? Jo, është tjetër gjë. Fatos Mahmutaj ishte te klani. Elton Qyno, jo Elton Qyno, Elton Dono, më fal, Qyno, jo Qyno. Elton Dono, djali i gjatë, ja kam pas student, duke raportuar ç'a ndodhi, po bënte një përmbledhje dhe i futen dy ushtar, kështu policë të Reneas, i hipin mbi të dhe i bie dhe ne shikojmë live udhëtarisë më ulurim në ato momente më. Dhe unë e di se si e kemi gdhir deri në mëngjes atë njerëj. Dhe do të them këtë gjë për gjithë për ta përmendur, jo thjesht ta përmendur kështu, po për gjithë atë që ai hëngri atë ditë pa arsye, se kur them pa arsye, as i gazetar nuk mund të ketë arsye, po ai s'kishte lidhje fare me ata hynë binin live. Dhe kjo sekuencë, kjo duhet nxjerr tani nga arkivi Ora Newsit dhe duhet vënë aty. Aqa. Çfarë ndodhi Igor Xhamidanit? Profesorit, unë qaja mund t'i dhe profesorit nota, është... Po për gjithë ato stoicizmin e ti, do dhe kjo mund të marrë i 10, po pasaj ato kur i lindë ato gjerat për gjysëm, pasaj dhe kjo si Ramiz Alia, do dhe aty pasaj më... Po kështu është njëri mirë, i dashur, e donim gjithë. Si i tha, 10 e kam për vete, i tha, ty do 8 ose 9. Okej. Sepse kalojmë të General Mojsiu. Nuk e teproj të them, edhe do të them këtë, i vetmi me elemente burri shtetit dhe për mua presidenti mi mirë. S'më lidh asnjë gjë, se mos thotë njëri se kështu bëj shqiptarët, përveç se respektit të këtij burri që i tregoi vendin edhe Fatosanos dhe Sali Berishës që e zgjodhën me konsensus, u tregoi vendin edhe në detaje të vogla. Aty është një histori kur Fatosano ka ardhur në paradën e ushtrisë, ka ardhur 5 minuta me vonesë dhe ai i dha urdhër generalit të paradës, Pllumqazimit, fillo paradën, se s'po vinte kryeministri. E ke aty është e bukur kjo. Dhe në atë moment imagjinoni se çfarë situate ishte Pllumqazimi, që çfarë duhet bënte. Do të thënë, t'ia prishte presidentit, komandantit përgjithshëm, apo kryeministrit, sepse do mande fjalim nano. Jo, po do mande fjalim nano. Ishte agenda. Në qoftë se fillonte parada, nuk ishte fjalim nano. Dhe në momentin që po bëhesh gati që e gjithë kjo 10
00:10:05, 5 minuta, kur vetëm Nano u shfaq në tribun. Sikur Nano mos ishte shfaqur në tribun në 10:05, do të thënë Pllumi Qazimi do fillonte paradën. Dhe ky çfarë bëri? Bëri 2 veprime. 1. Lavdëroi me shkrim dhe i dha flet nderi një dekorat, a nuk e di një vlerësim Pllumi Qazimit, dhe 2. I troqi vërejtje të rënd që pse se filloi në 10 paradën, po filloi 10:05. Po ky është burr shteti. Këto janë elementet burri shtetit. Jam shumë dakord me të. Një burr shteti dhe një njeri me një logjik thotë. Në bisedën e fundit që pata me të, më tha për kufizime të mrekullueshme për gjithë ata që kanë qeverisur këtë vend. Dhe pa asnjë lloj as mbledhi, as nostalgjie dhe as inati personal. Domethënë një gjykim që besoj që atë gjykim do t'i japi edhe historia këtyre njerëzve. Po unë mendoj që edhe këti do t'i japi një vend të veçantë në historinë e shtetit shqiptar. Do të thënë prandaj Zoti për këto të mira që ka bërë po i jep jetë gjatësi. Po e çon një shekull. Unë kështu e mendoj. Je dakord me mua? Dakord, plotësisht dakord me ty. Prandaj Zoti do të thënë 1 deri në 10. 10 pra, i miri. Këti do t'ja jep 10-ën kështu. Thash, unë jam shumë i vogël çaja mund të vë nota presidentëve. Por këti burri e them me gjithë kënaqësinë, nuk ka një ollat zeza fare. Nuk ka një ollat zeza fare. Kjo është e vërtet. Bamir Topi. Bamir Topi, unë e kam shkruar me Idin Tirana. Është produkti më i mirë sipëror i Tiranës. Tani, ne përmendëm gjithë këto ngjarje, 20 janarit e Gordeci në feshtata, të paktën ky burr nuk i ka bërë dëm këtij vendi. Jo, në vërtetë. Ne mund të themi ç'të duam për Bamir Topi, por nuk e ka dëmtuar këtë vend. Dhe kjo është merit, nuk është hajde se jam djali i urtë Tirane. Jo. Ky nuk ka qenë djali i urtë Tirane. Ky ka qenë djali Tirane dhe thash është produkti më i mirë i komunitetit të Tiranës në cilën ne jetojmë sot, në atë që ne në 1120 na me zogu thajtë do shkojmë të shtëpitë e mamas time. Se s'ka vendim të Kongresit Luçit, a e di këtë ti? Në histori është shkruar gabim tani. Nuk ka vendim Kongresi Luçit që Tirana të jetë kryeqytet. Jo. Këta shkuan për Durrës, se Durrës ishte kryeqytet, dhe dolën italianët aty me armë. Mos vritemi, thanë, zogu, vem të shtëpitë e mamas time. Kaq kjo. Dhe e kam atë shkresën. Prefekturave. Nga sot Tirana u shënua kryeqytet i përkohshëm. Ministri i Brendshëm me zogu, 25 vjeç. Po tani 25 vjeç në dy, fal tani ne mund të kemi bërë çdo gjë, po që të caktonim Tiranën kryeqytet, më fal tani. E kuptoj tani çfarë kam pasur komplet synime të tjera 25 vjeç. Ky burr ka dhe nga kultura, se është profesor doktor, do të thënë i pari Ramiz Alia, i dyti Recep Midani, i treti profesor doktor. Se dhe kjo ka të bëj. Ka një detaj, ka qenë violinist, e dini ju që ka qenë violinist, përveç futbollist, dhe i pari që ka qenë spektator në sallën Ariston në festivalin e Sanremos në Itali. 1989, asnjë shqiptar tjetër. Ky burr ka vajtur atje. Ishte në specializim, ishte në Torino. Tani gjej bilet se ti ke jetuar në Itali. Në 89, një shqiptar e tjetër, më fal. E kuptoj? Tani ky ja dha ftesën e vet profesorit i tij. Bilet, jo ftesë. Bilet profesorit i tij. Lek nuk ishte ja preu profesorit i tij dhe ka parë atë që ishte ëndër për çdo shqiptar në 89. Dhe unë them që Bamir Topi, do të thënë për këtë gjë duhet të çmohet jashtëzakonisht. Në 20 janar ne thoshim se i tha dikush aty që në kënd të dilte dhe të thrisë ktheuni. Si dilte? Ku? Çfarë? Do të thënë, ky ka mbajtur qendrim, po themi të mirë. Edhe në 20 janar. 20 janar pra po them. Do të thënë ka mbajtur qendrim të mirë, të ftohtë. Tani a e kuptoti të shmendesh çdo njeri në një president në 20 janar, a e kuptoti të thoshte rrëmbeni pushkët? Do të thënë është krijoi një lloj balance pushtetesh ndaj pushtetit pa kufizuar të Berishës. Në atë kohë thonë të gjithë që Berisha nuk i zuri të gjitha pushtetet. Po, Berisha i kishte zënë të gjitha pushtetet përveç presidencës. Me që ti je diplomat, ka takuar Henry Kissinger, i vetmi president. Dhe biseda është e jashtëzakonshme. Do thënë, është merit, aftësi, sepse ka biseduar, jo thjesht i dha dorë, ka biseduar 2 orë e gjysmë. Tani 2 orë e gjysmë me Henry Kissinger. Ky burr e ka bërë këtë gjë. Ne sot nuk mund të gjykojmë kaq ftohtë se i kemi këtu. Ne i thrasëm, unë kisha një intervistë para një muaji. Do të kupton, dhe është ky sikleti tani. Por faktet
Janë ato që... Po, është në fakt e ka marrë detyrën i ri, 50 vjeç dhe i bie që ata është diku të 60 dhe sa vjeç, po i mbajtur është. Është natyrë sportive, ka luajtur futboll dhe është aktiv, jo vetëm atje te shtëpia që vazhdon me ato punimet, me pemët, me gjitha, por është aktiv dhe shikoni është vetëm ish president që është aktiv në media, nuk ka aktivitet politik, por për të analizuar ngjarje të ndryshme, do të thënë është. E filloi me një parti po e lanë mes, pastaj nuk. Por nuk është prototipi i politikanit të egër, të fortë, me ambicie të pa, do të thënë, të tilla që të arrijë gjëra të mëdha në politikë. Por unë them edhe kjo është merit. E ke marrë në intervistë edhe këtë? E ka marrë disa herë dhe në detyrë si president, edhe mbas, është shumë korrekt, i rregullt, po mua më pëlqen fakti që me statusin e ish president ai vazhdon të jetë aktiv me mendimet e tij në studio televizive. Është edhe Mojsiu merr pjesë në takimet ndërkombëtare të ish presidentëve. Shiko, të vënë sikletave se ishte atë në prezantimin e librit, çka tregon që kanë një lloj miqësie, të vënë siklet i vesh nga 1 deri në 10 një natë. Bamirit po ç'a nuk do t'i vë unë Bamirit. Shiko, 10 nuk më, se po ta heqë unë sikletin, 10 nuk i vë dot se nuk shkëlqeu në ndonjë pikë. Po mirë, veri që bësh veri. Unë do isha dhe 8. Po mirë, mos po ta prish. Okej. Po Leu, e mban kur ishin në universitet ishte komisioni me 2 veta. Se ti duhet t'i gjeje mik të 2-ve. Edhe ose për shembull kur ai që i kishte gjetur mik, nuk donte të jepte, i thoshte këtij tjetrit, hidhu ti dhe hidhej ai tjetrit. Kalojmë te Bujar Nishani. Padyshim një figurë e kontestuar, por i cili e kontestuar nga socialistët. Në momente të caktuara, diti të dalë edhe mbi partinë, për shembull dekretimi i Fatmir Xhafës, në shumë gjëra që militantët e tij ja kërkonin dhe ai ndoshta ishte edhe kundër bindjes së tij, por kam idenë që diti ta ruante institucionin e presidencës. Bëri 2 gjëra madhore për mendimin tim. 1, edhe pse e zgjodhi Sali Berisha, një vit punoi me të dhe 4 vjet me Edi Ramën, nuk krijoi asnjë krizë. Ore, tani, ne kemi parë politikanë që janë të shmendur, dhe mund ta hithin në erë shtetin. Berisha dhe Rama janë provokative. Ky burr nuk krijoi asnjë krizë, asnjë. Jo. Që të zgjidhesh nga Berisha dhe ti jesh mirënjohës Berishës. Ai ka qendruar Berishës besnik dhe mirënjohës. Por nuk bëri gafa kështu me që jam i Berishës unë, po të qeverinë ty Rama në erë. Dhe e dyta, unë nuk di që Edi Rama t'i ke shkruar, ma kujto ti që t'i ke shkruar dikush të ketë bërë një letër publike dhe ja drejtuar Bujar Nishanit duke i bërë vlerësimet 1 nga 1. Asnjë. Ky burr ka bërë talte Edi Rama. Jo, letra, një sekond. Do të një sekond. Letra që ka bërë Edi Rama për Bujar Nishanin, unë kam letra aty se është në libër letra, është nga më vlerësuesit. Është i vetmi njeri me cilin mund të bisedoj nga krau kundërshtar, thot Rama. Po. Ndërsa kjo tallja që the ti për atë problemin e tij fizik, ajo është përçmim tani i njerëzve, mendoj unë që nuk ka një kulturë normale politike. Kur u zgjodh Franklin Roosevelt president, sepse unë di kur kam biseduar me të, kur i kanë kërkuar, ka qenë njëri kurajoz, pavarësisht nga paraqitja e tij e butë në publik. Më ka thënë që i kishin, se ndërhyrja ishte në tru që bëri, dhe i kishin thënë që do t'jesh në dilemë midis jetës dhe vdekjes. Dhe ka pranuar që ta bëjë, çka tregon që nuk ka qenë njeri pa kurajo fizike, pa kurajo fizike, mirë thash, por edhe njeri me kurajo politike. Më tregon të rastet për shembull kur e kanë caktuar deputetët edhe në zona që Partia Demokratike në kombinat për shembull, e konsideronte të humbur, ishte Stalingradi, Igli Hasan, Igli Toska dhe Monika Kryeman. Dhe ky fitoi. Dhe shkoi e fitoi. Edhe në zona të tjera spranonin ata ujqit e vjetër të PD-s, unë merr një çantën vetëm, pa para se nuk u përmend ndonjëherë për korrupsion, edhe ky s'u përmend për korrupsion. Po, sepse kjo është cilësi madhore, kjo e korrupsionit. Absolutisht. Bujar Nishani asnjëherë nuk u akuzua për korrupsion. Po.
është po, e pas ka shkruar, ama në 17 shtator 2011. Kur nuk ishte president. Kur nuk ishte ministri i brendshëm. Po. Më ka thonë dhe një gjë të bukur, se në qoftë se jam mban mend, Bujar Nishani ka qenë shumë agresiv në periudhën që ishte në parlament, që ishte në opozitë. Ka qenë ndër fajkojnët që sulmonte. Dhe i thash, si shpjegohet mbrapa, u bëre ndër njerëzit më fikotanta. E vërteta është tha që ti kur je në pushtet, çfarë mund ta godazësh kundërshtarin? Kundërshtari nuk ka asgjë, domethënë është ka vetëm fjalën, dhe ti ta sulmosh në momentin që më të dobët të tij ta sulmosh, nuk është ndonjë burrë. Unë prandaj kam tregon maturi. Por atëherë tha ishim në opozitë, dhe ishte vetëm mënyrë që neve të binim në sy të dëgjoheshim. Kështu që dhe mendoj që është një humbje për politikën tek atij. Është i vetmi president mbas, do thënë, zotit Berisha, mbas zgjedhjes zotit Berisha, se Ramiz Alia ishte tjetri që ndroi jetë, është keqardhje shumë e madhe. Unë e kam njohur shumë i ri dhe e kam njohur vetë personalisht, e kam njohur që në shkollë tani, që shkollë të mesme. Ka qenë me tëra dhjeta, ishte shumë aktiv dhe ai që ne e kemi atë fiksuar që mezi ecte nga ai sikleti fizik, ka qenë një nga nxënësit më sportiv. Unë e mbaj mend vetëm duke vrapuar Bujar Nishani. Do të thënë, ndërsa tip që më mban mend vetëm në atë ecjen e sikletshme të tij. Dhe është një humbje shumë e madhe pikërisht në momentin që ai kishte krijuar përvojë, eksperiencë, dhe unë them në këto momente Partinë Demokratike do ta ndihmonte shumë dhe do jepte duke i dhënë Partisë Demokratike se kur u zgjodh Berisha, që u bë ai kuvendi, mbaroi thot dikush. Dhe unë kam qenë aty prezent. Jo, i tha, tani filloi, tha, ne tani do rithemelojmë realisht PD-n. Unë jam habitur me atë maturinë. Dhe po thosha që kur u zgjodh Franklin Roosevelt, gjithë gazetarët amerikanë morën një vendim. Presidentin ne nuk do ta fotografojmë asnjëherë, se ishte me karrocë me rrota. Nuk do ta fotografojmë asnjëherë në karrocë me rrota. Kemi në imazh neve tani të Rooseveltit të paralizuar asnjë. Pse? Shikoj çfarë bën Amerika. Dorsa këtu jo po me zilvis, jo po kështu, jo. Dhe fati keq pasaj dhe i kam ruajtur në screenshot bisedat e fundit përpara se të shkonte në sanatorium. Unë e kërkoja për intervistë siç ti e ke pasur me 10 herë dhe unë kam pas kënaqësinë të jem te emisioni yt me të Euronews. Landi kam një problem me mushkrit, me shumë i edukuar, ka qenë shumë i edukuar. Korrekt. S'bën asgjë, po të tha erdha. Jo se ashtu më dolin punë se më kërkoi një. Dhe çuditërisht nuk ishte partijak fare, në sensin e marrëdhënieve personale, nuk ishte fanatik partijak. Nuk ishte. Familjen e kishte të shenjtë dhe zonja Odeta Nishani është për ta theksuar dhe tek këtu ka mbajtur një qendrim dhe ajo me të vërtet një staturë, kur i themi ne zonjë grua, ajo ishte tamam zonjë grua, zonjë e parë. Zonjë grua, zonjë e parë. Supermën një herë, edhe ato sulmet idiote që i bën jo për pronat, ato i ka pronat, i ka gjithë fisi, gjithë familje. Nuk është turp, në kohën e komunizmit ishte turp të kishe. E vërtet është. Jo, sot është, do turp t'jesh shumë cop-cop, mos jesh i zoti, është normale. Ajo nuk përmend njerë, mbajti një statur dhe një status me të vërtet shumë të pranueshëm, nuk u duk, profil të ulët. Nuk më mbajt shumë se ishte dikush, në fakt ajo është një inxhiniere e zonja. Megjithatë, të gjitha gratë e presidentëve, mund të themi edhe Liri Berisha nuk ka qenë ndonjë figurë e cila Berisha mund të them është zonja e zonjave të para, mund të them. Pastaj zonja Mejdani e njëjta gjë. Edhe lider. Jo, nuk ra, absolutisht. Ndoshta neve jemi një shoqëri maskiliste që nuk i durojmë dot këto. Ndoshta them unë për shembull, zoti Meta nuk duhet kishte mbajtur zonjën kryemadhe i zonjës të parë. Sepse nga 90 Nishanit. Këtu nuk të them dot gjë, sepse premteve që nuk jeton dhe do ishte një gjë shumë e kështu për mua. Dhe ai ka qenë edhe pedagog, e diti këtë? E di. Dhe ato kishin xhup blu dhe duke qenë se ishte me xhupin blu, ai si kishte gjetur atë xhupin blu se në 90-ën atëherë këta i thoshin me PD-n, prandaj këta oficerat. A e kupton? Je me PD-n i thoshte. Edhe i basisën dhomën. I basisën dhomën, ja shkatruan dhomën.
Jam dakord mos i vëm not zotit Nishani. Vim te Ilir Meta, se Begën nuk po diskutojmë, është në detyrë. Dhe te Ilir Meta. Edhe ky pavarësisht se i ri, patja të kurbën, idealizmit, realizmit dhe pastaj shthurjes së pushtetit. Tani, presidenca e zotit Meta ka gjitha këto fjalët turbulencë, tsunam, uragan, tajfun. Politizim. Po do thënë, është e habitshme se si unë për mendimin tim në gjitha këto studimet e mia tani, në këto 35 vjet, pavarësisht defekteve dhe problemeve, materializmit e shumë synimeve që mund të kishte, LSI-a është një nga gjërat më interesante sepse shkatërroi monopolin politik të dy partive të mëdha. Dhe kjo është merite i Ilir Metës. Ai e themeloi, ai e bëri, ai arriti. Ai dhe I vetmi që ja doli një aksioni politik të formimit një partie. Kishte parti PSD, çfarë s'kemi parë ne. Jo, edhe ata kanë marrë nga 100.000 vota, po s'kan pasur asnjëherë rol në formimin qeverisë. Kingmaker, 19 deputet, më fal tani, dhe ta shkatërrosh këtë, pse vajtin presidencë? Ktu është gabimi. Ktu filloi. Shkatërrua komplet aksionin politik. Dhe pasaj në presidentë to ka përzimin, sidomos ajo me SBA-n. Mua ajo është... Më lejon të bëj një vlerësim. Domethënë, ai vajti në president, mendoj që e mori në qafë presidencën e tij, duke e bërë të pagjukueshme në sensin që t'i japësh një notë, një notë që more, për shembull, e dham Recep Mejdani nga qetësi, vendosi qetësinë në një farë mënyre në shtet. Sali Berisha, tranzicionin, ky Mojsiu, burr shteti, ndërsa ky shkoi në president në stadin e fundit të një politikani. Është mbas presidencës nuk ke çka kërkon më. S'kam. Ky shkoi në presidencë me mendje që do kthehej edhe një herë në politikë, do merrej prapë me partinë. Dhe unë mendoj që kjo e mori në qafë. Kjo i mori në qafë dhe presidencën. Sepse shkoi dhe u duk qartë që ky shkoi në presidencë të shty këto 5 vjet, ta vë edhe këtë dekorat, se ky është njeriu që ka më shumë poste se Enver Hoxha, edhe se Ahmet Zogu. Se të gjithë nga 2-3 poste kanë pasur, ka pasur një 10. Dhe shkoi në presidencë me idenë që do bëj këto 5 vjet, ta fusë edhe këtë dekorat në xhep që është presidencë, do kthehen prapë në ashtu, ta fillojnë nga fillimi. Çfarë do i marrësh më jetës? Purgun. Kështu që do të thënë keqardhje e madhe është, ka meritat jashtëzakonshme në karrierën e tij politike, por kjo e presidencës nuk ishte stacioni i tij më i mirë. Dhe unë them që raportet me SBA-n janë ato më defektoze. Pse them këtë? Sepse më rezulton tani politikani më i vlerësuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ato që ka thënë Bill Clinton kur ishte kryeminist për Ilir Metën nuk i ka thënë asnjë zyrtar i lartë amerikan për një politikan shqiptar. Dhe ti të thuash ato që tha për Amerikën, do thënë, jo raketat, jo unë do vdes në presidencë, do thënë, ishin kapërzimet më dha. Megjithatë, thashë nuk... Dhe kam idenë që ky do ta ndihmonte Sali Berishën ose opozitën shumë më tepër nëse do kishte mbajtur një qendrim të qetë presidencial për atë tonë. Sepse fundi presidencës është, si e ka Italia? Kur ka kriza duket presidenti atje. Gjëm neve presidentin në Itali, ku ka lajme për presidentin? Dhe pandaj për Bayram Bega, ndonjëherë e kam thënë dhe aty që ndoshta dhe duhet mësojmë tani, se nga ajo presidenca, do të thënë në gazeta apo në televizion tani, ti ke qeverinë, i thot gazetarëve, ti mbulon në opozitën, ti mbulon presidencën, kemi pasur gazetarët të veçantë që mbulon dhe presidencën. Çfarë ti mbuloi sot presidencës gazetarit tani? Edhe kështu ka që nuk duhet jetë, më thon drejtën. Po ndoshta edhe duhet mësojmë ato. Po mirë të kuptoj ku e ke fjalën. Po pra Mojsiun. Kisha Mojsiun pra. E lëm edhe Ilir Metën pa notë sepse është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë për më tepër që është në qeli. Unë ftesën dhe librin, do të i është dërguar libri dhe ftesën për promovim të dërgonte një të familjes, po do vinte i biri, po ai kishte pati me këtë virozën dhe e kishim me shumë qejf dhe më erdhi shumë mirë dhe për këtë e falenderoj dhe vlerësoj djalin e tij. Dhe tani të presim që çfarë do thot për librin, për pjesën e tij. Landi, unë të përgëzoj për këtë iniciativë. Ti në fakt ke bërë shumë për shplurosjen e figurave të shtetit shqiptar.
Dhe ky është në atë kolanën bashkë me kolanën e kryeministrave që mendoj që çdo shqiptar duhet ta ketë në bibliotekën. Nuk e di nëse do jeta e foto që janë të gjitha librat që se është ajo kryeministrave, nëse është mund, nuk e se kisha dërguar një foto. Nuk e ka çuar në ne atë. Jo, ja çova. Kështu që mendoj që është në kolanën e librave që duhet ta ketë çdo familje shqiptare, sepse duhet të mësohemi të njohim shtetin shqiptar një herë. Duhet të mësohemi që ky shtet ka një lloj historie, me të mirat të këqijat, por ka një histori ku... Ja, kjo. Do të thënë se është, dhe ajo para është doktoraturës tani, historie 33 kryeministrave, 100 vrasje më të bujshme, 50 pyetje për 50 personazhe nga më të përzgjedhur të karrierës time intervistat. Ishte botimi i dytë i 33 kryeministrave, 100 sportistë më të mirë të Tiranës, ambasadorët amerikanë në Shqipëri, nga 1922-2022. Kjo 100 personalitetet më sfikatura të Skraparit, ky është një libër lokal. Shumë lokaliste. Kjo është lokaliste, por figurat e Skraparit tani janë, po të them unë, vetëm të më lë, se më ngasmove me këtë, do të numëroj vetëm disa, jo të 100. Dhe pastaj do më vlerësosh, do më vlerësosh ti pastaj tani. Shikoj, di pse ndodh kjo? Mund ta them? Tjeke, më rrej që 80% e udhëheqësve të Italisë janë nga Sicilia ose nga Italia thellë e jugut. Po ma ngul thikën keq, po dëgjoj këtu. Jo. Hamza Bey Grëmshi, që ishte një lloj Alipashte Pelene i Toskërisë, gjyshi i gjyshit të vëllezërve Frashi. Gjyshi i gjyshit. Ishte nga Skrapari. Xhelal Koprënska, filmtari i pavarësisë, një nga 40. Ali Koprënska, deputeti i parë edhe në listë atje i parlamentit parë. Dervish Ilyas Qafoku. Dervish Ilyasi që nga fest pagane 2500 vjeçare e ktheu në peligrinazh të bektashizmit, atë që shkojnë njerëzit në Tomor. E ke pasur gjë? Ai është i familje, nuk është në Trungun komplet, por është komplet i lagjes Qafoku në fshatin Vëzhez dhe ne kemi krenari, por nuk është tamam. Jo, nuk është në këtë. Riza Cerova ishte ushtarak, gazetar dhe filantrop. Refat Gurazezi, kryeredaktori i gazetës Dielli 15 vjet, 25 vjet sekretari i Vatrës. Kariman Ylli, s'ka nevojë ta Mesanu Janiku, themeluesi i çetës parë, nuk është Muslim Peza dhe Axhilleshi, është ky. Do të thënë ai në Skrapar. Abbas Ermenjin, s'ka nevojë. Demir Zyka, do të thënë më thoshte Ysi Zela. Tani kur dilte Demir Zyka dhe këndonte, mua më vinte në gjumë. Jo, gjë çam thoshte Ysi Zela. E morëm tha aty se do luanim atë filmin, do luanim filmin Generali Shtis Dekur. Dhe si këndonte ky, do ta këndonim ne këngën, ne ta samlit tha. Dhe kur ngrinim ato notat e larta, ne tha ngrinim kokën lart, tha, që të iknin notat ngrishin lart, tha. Shikonim Demirin, tha, ky ulte kokën poshtë. Ky prishi gjithë ligje, jo dhe poshtë ligjet e fizikës, tha. Doon, e kupton si ka qenë? Ailia Lushani, ka nevojë ta Jo, doktori. Xhevaris Paiu, ka nevojë ta Jo. E kuptova tani ku je? Estref Yftari, ka nevojë ta shpjegoj? Jo. Visazhit, Estref Yftari, kriminalisti më i mirë që ka Shqipëria. Ase po. Tani më vjen keq. Visazhiti, ka nevojë ta them kush është? Ermonela Jau, ka nevojë? Është Skrapari. Ermonela. Shikon tani? Ilir Meta, ka nevojë ta prezantoj? Sigur e keni prishur çik dorën, po ne. Spartak Brau, ka nevojë ta prezantoj? Fidel Ylli, ka nevojë ta prezantoj? Mustafa Nano, ka nevojë ta prezantoj? Bashkim Caka, antari gjykatës lart, një nga gjykatësit më të njohur e më të mirë që ka pasur. Kalova në lokalizëm. Jo, Dashon Dervishi, ka nevojë ta Qëte mush Nano e kalova, po tani ka ambasador. Ilirian Celibashi, ka nevojë ta jo tash, mos e bë balt fare. Irfani Sembelliu, ka nevojë ta prezantoj? Fanin e kam mik, kështu që do të kisha thënë edhe unë ta fusnja, po këta janë disa nga ato figura. Mos e përmend tash Mustafa Nano, se edhe e njohim, e kemi mike, kemi ashtu, po tash nuk tani më fal, po më parë do të citoj aty se sa Mustafa Nano. Mustafa Nano është opinionist. Dërsa ti ke karrierë gazetarie, tash më fal, ke qenë kryeredaktor, moderator. Nuk është. Po jo, se më thej që ka 100 personalitet Skrapari, shikoj që ka. Tani mirë, po tash kalove në lokalizëm tek Ilirian Celibashi, kalove në lokalizëm. Tani kur shkuam për vendlindje, nuk e un krejsi më të madhe atë libri. Dakord, mbaj çik frena. Megjithatë,
nuk do çdo skraparlliu do t'ja këshilloj ata kishte këtë libër. Por ama çdo shqiptari pa diskutim do t'i thoshte që duhet të kishte historia e 33 kryeministrave të Shqipërisë, 100 vrasjet më të bujshme dhe padyshim 11 presidentët. Këto janë 3 libra që unë mendoj që... Edhe ambasadorët. Nuk e di e ke parë. Se ke parë? Mos u bëj, është... Jo. Kjo është e shtetit. E formimit shtetit. Është Okej. Pa diskutim që secila prej këtyre ka mund, unë e thash edhe më përpara, nëse neve marrim një libër të këtij formati dhe shohim harim faqen e dytë, do shikosh që mbas Faret Zakaris qëndrojnë një 40 emra të tjerë që kanë qenë ekipi i tij që kanë bërë studimet, ndërsa ti ja ke dalë vetë. Dhe kjo padyshim që të jep merita dhe të gjitha ata libra e meritojnë që të jenë në bibliotekë. Por u them që ato të treja duhet të jenë pa diskutim në bibliotekën e çdo shqiptari. Tani unë çmoj shumë këto fjalë, sidomos të thëna nga ty, unë të çmoj shumë si një njeri, jo thjesht një gazetar dhe një analist dhe një moderator, po radh parë si një njeri me informim, do të thënë me të vërtet që unë e vlerësoj shumë atë që bën ti dhe ke ti. Lam nga përmeti, për jemi. Ajo është qendra aty është qendra e komit shqiptar, aty te Flashëllinjt. Botës i ka filluar fjala nga Bibla e Brendve, Shqipërisë i ka filluar nga përmetarët e skraparllit, sepse kufiri kalonte një herë kështu. Gjithmonë kanë qenë bashkë. Lan, falenderoj që ishe sot me mua. Faleminderit ty shumë tani për gjithçka. Faleminderit dhe juve që na ndoqët në këtë emision kaq interesant. Natën e mirë.